Përshëndetje, mirë se erdhët në ditaren e fundjavës. Sali Berisha e cilësoi protestën e fundit të PD-s si uragani më i fuqishëm, duke theksuar se ajo ishte paqësore dhe akuzoi policinë për përdorim dhune ndaj protestuesve dhe deputetëve. Uragani më i fuqishëm, kështu e cilësoi Sali Berisha protestën e 17 prillit. Në një komunikim me qytetarët në mediat sociale, lideri demokrat tha se qeveria është merruar nga dobimi i opozitës, por akuzoi policinë për dhune ndaj protestuesve, që sipas tij ishin paqësor. Dënoi me forcën më të madhe dhunën ndaj protestuesve dhe dhunën e hapur të programuar ndaj drejtuesve kryesor të Partisë Demokratike dhe deputetëve të kësaj partie, të cilët ishin absolutisht që të gjithë në protestën më paqësore. Përdorimin e sprajt ndaj protestuesve dhe deputetëve Berisha konsideron krim. Kjo është policia e parë në botë që përdor sprajin e ariut kundër qytetarëve dhe protestuesve. Lideri demokrat poi se protestat e opozitës do të vjojnë, ku la të hapur sërish skenarin se mund të ketë ngujim në shesh apo në parlament. Kjo është një nga format më të shkëlqyera të protestave që ti sugjeron, ju siguroj se në këtë betejë ne do konsiderojmë të gjitha format e protestave. Strategjia dhe mund të ndryshojë, por protestat do vazhdojnë. Do vazhdojnë si rruga e vetme për të dëshmuar shqiptarëve se ne spajtohemi kurrë. As nuk trememi, as nuk fiksohemi, as nuk mposhtemi dhe nuk pranojmë kurrë qëndrimin e kësaj organizate kriminale ndaj shqiptarëve. Berisha paralajmëroi padi penale ndaj policisë, pasi akuzon për përdorim dhune ndaj protestuesve. Dhe për të diskutuar mbi këto zhvillime të politikës vendase, na bashkohet në këtë bisedë zoti Aleksandër Çipa, një nga emrat më të njohur të gazetarisë tonë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ju përshëndes. Kënaqësi. Do të nisnim diskutimin se në një farë mënyrë na imponon dhe aktualiteti nga zhvillimi më i fundit se përket politikës tonë të brendshme, që është kjo protestë e opozitës. Unë numrua si protesta e 7, ka njerëz që kanë numrime të ndryshme nëse quhet apo jo ajo para parlamentit, por përtej këtyre teknikaliteteve. Ishte një protestë në vetvete, zoti Çipa, që riktheu fjalimet në një farë mënyre pas disa eksperimenteve me protestat që kishin në formën e marshimit, pra pa fjalime, me marshime që ishin më të ashpra, u hodh më shumë molotov dhe si rrjedhojnë ato protesta, pati dhe më shumë gaz lotësjellës. PD u duk sikur u kthye tek strategjia klasike, fjalime dhe më pas sigurisht dhe ajo xhiro e famshme tek parlamenti. Kur u pyetën organizatorët e Partisë Demokratike pse ky ndryshim i strategjisë, thanë sepse tani duam të fokusohemi tek mesazhi. Dhe automatikisht më lind pyetja, në këndvështrimin tuaj, cili ishte mesazhi që përcolli kjo protestë e fundit e PD-s? Mendoj që aspekti i parë ka të bëjë me pjesën e demonstrimit, me dëshmimin e asaj që është konsideruar tipologjike në jetën politike të Partisë Demokratike gjatë kohës së të qenit në opozit. Energjizmin e anfansave dhe militantëve të saj, këmbguljen për të realizuar një protestë e cila e dëshmon nervin apo atë energjinë që ata e konsiderojnë si të tillë. Por padyshim që kjo mbart edhe riskun, sepse protesta e fundit shënoi njëkohësisht lëndime nga ana e trupës policore dhe lëndime edhe nga aktivët e opozitës në protestë. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që ka dy elemente të cilat duhen vlerësuar. Partia Demokratike erdhi në këtë protestë të 7 duke e ruajtur atë pjesëmarrjen masive të njerëzve të vet. Por mungon dimensioni i përfshirjes së qytetarëve. Kur them dimensioni i përfshirjes së qytetarëve, kam parasysh entitetet e tjera të shoqërisë shqiptare, të cilët, meqense Partia Demokratike përmes udhëheqësisë politike të saj riktheu mesazhet ose ato që ne i quajmë fjalime, do të duhej që në këtë spektër të fjalimeve të përfshinte dhe përfaqësues të entiteteve tjera të opozitarizmit social apo të opozitarizmit qytetar në përgjithësi.
dhe ajo që vazhdon të mbetet si pjesë e analizës skeptike për realizimin apo kapërcimin e kësaj situate me protestat, edhe pse ato arritën në numri 7 të tyre, në këndvështrimin tim mbetet pafuqia e opozitës për ta dhënë efektin e aksionit politik në territorin tjetër administrativ të Shqipërisë. A mund ta përmbys qeverinë protesta vetëm në Tiranë? Shtrohet një pyetje e natyrshme dhe legjitime. Në këndvështrimin tim dhe në historinë politike të Shqipërisë të 35 viteve, duket se diçka e tillë është e pamundur. Dhe edhe pas kësaj proteste, këtë konkluzion ne mund të artikulojmë me natyrshëm se nuk mundet që opozita ta përmbys qeverinë duke mbetur vetëm në një protestë që shtrihet kryesisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe përfundon tek selia e Parlamentit të Shqipërisë. Interesante, sepse zoti Berisha në fakt pohonte, deklaronte se ka vetëm një mënyrë se si largohet Edi Rama dhe është përmes protestave. Por gjithsesi, qëndrojmë një moment tek qëllimi i protestës. Ky cikël protestash që ka nisur që në dhjetor, ne gjithë e dimë zoti Çipa që nisën me idenë apo me synimin e shpallur për një qeveri teknike që do të çonte vendin në zgjedhje. Dhe nëse do ta masnim me këtë metër, mund të pohohet lehtësisht që nuk ja ka arritur qëllimit protesta. Por ka shumë njerëz që mendojnë që në fakt për te kësaj kërkese që është maksimale në vetvete dhe të gjithë e dinë që ka pak gjasa që të konkretizohet, qëllimi i vërtet do të ishte një mbajtje e mazhorancës e Partisë Socialiste dhe qeverisë në një lloj presioni politik dhe gjithashtu sensibilizimi i kancelarive ndërkombëtare përmes mediave ndërkombëtare gjithashtu për shqetësimet e opozitës këtu së brendshmi. Nëse do të ishte ky dyti, le të themi, qëllimi real i protestës, a mund të thuhet se a ka dalë deri tani? Unë mendoj që në pikpamjen e përcjelljes së agjendës së ankimeve dhe denoncimeve politike që opozita bën ndaj qeverisjes së gjatë të kryeministrit Rama, ka dy momente. Një kohë e gjatë për më shumë se gati 10 vjeçare, ku duke sikur qetësia e qeverisjes së kryeministrit Rama ishte në olimpizmin e vet. Në 2 vitet e fundit unë mendoj që ka një ndryshim të kësaj situate. Aktorë të ndryshëm politik dhe institucional në hapësirën ndërkombëtare tashmë po i marrin në pjesërisht seriozisht ankesat dhe denoncimet shpesh edhe të egzageruara të opozitës. Por kryesisht për 2 principe, këto ankesa dhe denoncime mbeten të qëndrueshme dhe të verifikueshme. E para njerë denoncimi i nivelit të korrupsionit në momentet caktuara të qeverisjes dhe determinimin e disa aspekteve që kanë bëjnë me bashkëpunimin e elementëve dhe individëve të korruptuar të qeverisjes me struktura dhe individ të krimit të organizuar. Këto janë të pasqyruara në të gjitha raportet periodike dhe kryesisht në vlerësimet e ardhura në raportin dhe qëndrimet periodike të institucioneve ndërkombëtare. Dhe në anën tjetër, Partia Demokratike, në periudhën kur filloi të kryesojë energjikisht ngërishtazi nga zoti Berisha, mori vëmendjen e partive si motra, e institucioneve dhe organizmave të partive të profilit të djathtë dhe konservator, të cilat jo vetëm përmes rezolutave, por edhe përmes një ndjeshmërie të lartë në rrjetin e mediumeve pranë tyre ose pro tyre, kanë bërë të mundur që të ngrejnë një nivel të kritikës të raportimit të thelluar dhe të raportimeve të tjera që kanë bëjnë kryesisht me qarqet dhe nivelet politike. Por kjo është ende e pamjaftueshme, mendoj unë, për të konsideruar një fitore që mund të realizojë përmbysjen e qeverisjes së kryeministrit Rama. Do duhet, mendoj unë, të plotësohet strategjia politike e opozitës. Dhe për të plotësuar kjo strategji nevojiten minimalisht 2 lëvizje të menjëhershme politike. E para kapërcimi i projektit të parealizuar të premtimit të qeverisjes teknike. Ka më shumë se gati 3 vite që në agendën politike të premtimit, jo vetëm për militantët, por edhe për opinionin publik, zoti Berisha, si protagonist dhe iniciatori i kësaj kërkese, jo vetëm nuk mund të realizojë, jo vetëm nuk e ka realizuar, por duket haptazi se në asnjë moment nuk i ka krijuar një risk politik
qoftë përmes situatave të pazakonta apo episodeve të tronditse, le të themi tërheqjes së zotit Rama. Në dy momente që situatat kanë qenë gati problematike, kryeministri Rama me inteligjencën e lëvizjes vet politike dhe me lehtësinë e posedimit të gjitha numrave të mjaftueshëm aritmetikor në parlament, ka bërë modifikime në kabinetet qeverisëse me lehtësinë maksimale politike dhe pas një vështirësi të brendshme politike. Kur them pas një vështirësi të brendshme, nënkuptoj faktin që unitariteti politik i Partisë Socialiste në parlament i dëshmuar në 83 votat mbetet i palëkundur dhe i patronditur deri në çastin që po flasim. Kështu që në këtë këndvështrim, për ta kapërcyer këtë situatë, do të duhet që opozita politikisht të ndërtojë një strategji të aksionit politik të ndryshuar, jo të mbajtur në një lloj stanjativiteti të ri, siç është cikli i protestave vetëm brenda Tiranës. Dhe në fakt, zoti Berisha pohoi se strategjia mund të ndryshojë, do të shikojmë se çfarë nuk kupton ai me një ndryshim të strategjisë. Ndonjëherë të jepet përshtypja, zoti Çipa, sikur opozita ka provuar të gjitha në këtë vend, të gjitha format e protestës në një lloj mënyre. Por gjithsesi, ndoshta do të na surprizojnë për mirë. Kjo mbetet për tu parë. Duke i referuar protestës fundit, kishte edhe një anë tjetër ajo medalje që sigurisht lidhe me reagimin e forcave të rendit. Pam një lloj e para duhet theksuar që ishte protesta e parë që nga momenti i emërimit të drejtorit të ri të policisë në detyrë. Ndërkohë që pati dhe një lloj reagimi më direkt, le të themi, nga forcat e rendit në këtë protestë. Çfarë roqe vëmendjen ishte për shembull fakti që nuk u prit që të hidhej nga protestuesit një sasi shumë e madhe e këtyre bombave Molotov, siç janë quajtur, por reagimi i policisë dhe para kryeministrisë ishte i menjëhershëm. Pra fakti që nuk u prit, por u reagua menjëherë. Elementi i dytë ishte me çfarë erdhi ky reagim. Ndryshe nga protestat e tjera, që kemi parë një përdorim masiv të gazit lotësielës, këtë herë pam më pak gazit lotësielës gati fare, në fakt, por një përdorim shumë të gjerë dhe direkt të këtij sprite me piper. Dhe pam të përdorej drejt për së drejti në fytyrat e deputetëve, Flamur Noka, Luciano Bocci dhe funksionarët dhe zyrtarët të tjerë të Partisë Demokratike. Si pat këtë reagimin e forcave të rendit në tërësi dhe këtë elementin e përdorimit të këtij sprite me piper, zoti Berisha e ka cilësuar si një material që përdoret kundër arinjve, ka thënë ai. Mendoj që në të dy rastet kemi të bëjmë me një moment të cilin politikisht duhet ta shmangin palët. Kur them palët, pavarësisht se opozita vendoset përballë policisë së shtetit në atë që quhet misionin e saj për mbrojtjen e sigurisë rendit dhe kryesisht të institucioneve shtetërore dhe publike të vendit. Deri në momentin e tanishëm mendoj që ka pasur një sjellje disproporcionale. Nuk mund të krahasohen momentet e 3 protestave apo 4 protestave të para me 2 protestat e fundit, të cilat kanë qenë edhe agresive. Kur them agresive, jo vetëm për shkak të përdorimit të mjeteve Molotov apo të Sprite, siç është u përdor në rastin e fundit. Do të duhet që politikisht të evitohet përballimi i policisë me opozitën. Sa herë ndodh një përballje e tillë, Shqipëria shtetërore pëson një dëmtim, jo vetëm në imazh, po e kam fjalën edhe në funksionalitetin. Është momenti dhe në marrëdhënien politike të krijuar në vend, do të duhet të determinojë kultura e respektimit të institucionalizmit. Edhe pala shumicë, e cila e ka detyrimin moral edhe më të lartë, do të duhet që të mos komprometojë në asnjë moment institucionalizmin publik në marrëdhënie me opozitarizmin dhe aksionin politik të opozitarizmit. Kjo është një përgjegjësi që duhet dëshmohet përmes një kulture e cila fatkeqësisht nuk ka një traditë në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, udhëheqësia politike ka një krizën e ideve. Po ta shikosh, edhe pse riktheu fjalimet opozita në protestën e fundit, ishin fjalime të një retorike klasike, tradicionale, në thelbin e të cilave mungojnë idet, mungojnë projektet
dhe në mënyrë të veçantë është gjua vetëm e konstatimit dhe denoncimit. Ky vend sot ka nevojë për hedhjen e tezave publike. Tezat publike duhet lidhen me problematikat më kruciale që ka shoqëria shqiptare. Një ditë më parë unë gjendesha në një nga qarqet e Shqipërisë së Mesme dhe isha në 2 zona rurale. Dhe një nga brengat më të mëdha, të cilin ta pohonte rastësisht çdo qytetar në rrugë, kishte të bënte me zbrazjen demografike të territorit administrativ të vendit, edhe pse është një territor vital me gjithë gjenerozitetin e natyrës, pasuritë, asetet, mundësitë etj. etj. E dyta, në pikpamjen demografike, meqense e përmenda këtë term, ka dhe duhet të ketë një alarm të madh në Republikën e Shqipërisë. 2 prej komponenteve që e mbajnë vazhdimsinë dialektike të shoqërisë dhe të kombit ton janë martesat dhe lindjet. 2 komponente të cilat njojnë rekordin historik të tyre në historinë e 100 viteve të fundit. Kur në 100 vitet e fundit nuk ka pasur më pak martesa dhe më pak lindje Republika e Shqipërisë. Dhe ne këtë nuk e shohim jo vetëm si brendi të tezës dhe të shqetësimit politik, shoqëror dhe social të Shqipërisë, po përkundrazi është jashtë 2 agjendave të atyre që qeverisin dhe të atyre që pretendojnë të përmirësojnë qeverisjen përmes rrëzimit të kësaj qeverisje. Kjo gjuhë dhe shmangja e fakteve që kanë bëjnë me jetën ekzistenciale të kombit të shoqërisë të Republikës duhet të rikthehen në gjuhën politike të atyre që kanë protagonizmin e ballafaqimit dhe konkurrencës politike. Por këto nuk janë pjesë e kësaj brendie. Këto nuk janë pjesë e mesazheve dhe fatkeqësisht nuk janë një objekt dhe projekt i cili të kontrastojë midis tyre. Nuk e kanë këtë gjë dhe kjo është trishtuese, është brengose. Nuk e di pse mungon kjo gjë dhe nuk e di kujt i shërben kjo mungesë. Okej, e kuptoj. Dhe një nga këto rrethimi ide të ricikluara mund të quhen, sepse nuk është e re në vetë, kemi dëgjuar më parë, por duke sigurisht e harruar dhe u rikthye në këtë protestën e fundit e shprehur nga zoti Berisha, është kjo ideja e votës me detyrim. Unë kam thënë dhe dje publikisht që personalisht është një koncept që kam të vështirë ta thith, domethënë dhe ta pranoj, sepse gjithmonë personalisht kur mendoj votën jam referuar si e drejta e votës. Në këndvështrimin tim njerëzimi ka luftuar, apo shtresat e ndryshme të njerëzimit kanë luftuar për ta fituar të drejtën e votës kur nuk e kanë pasur. Kështu që unë gjithmonë e kam parë si e drejta e votës, jo detyrimi i votës. Gjithsesi, ju si e shikoni një koncept të tillë në parim, a do të ishte e nevojshme, pse, çfarë do sillte ndryshe në jetën politike të vendit nëse dikush shtrëngohet, nxirret me forcë të votojë? Unë jam pro së drejtës së qytetarëve për ta hedhur votën për qeverisjen e vendit kudo që ata ndodhen dhe kudo që i gjen procesi i votimit. Por 2 kahet e politikës nuk e kanë interes të gjë. Sepse nëse do të ndodhte diçka e tillë, Shqipëria nuk do të kishte atë që ne quajmë status quo-n e bipolaritetit politik. Por Shqipëria do të kishte ndryshueshmërinë e institucioneve të partitizmit politik që do të konkuronin në një mënyrë më të lirshme nga sa mund të konkurohet ose pretendohet se konkurohet sot. Por ky vullnet politik i 2 kaheve për në mendimin tim është i munguar. Ajo që do duhej sot gjithë spektri opozitar dhe zërat e lirë të shoqërisë sonë, në gjithë përfshi edhe diasporën, do të duhej të ndryshojë mekanizmin dhe metodologjinë e lirisë dhe pjesëmarrjes në proceset zgjedhore në Shqipëri. Sot më shumë se kur, ne kemi nevojë ta kemi votën e emigracionit e diasporës për qeverisjen e ardhme të vendit. Sepse, sikundër e tham, disproporcioni midis qytetarëve dhe le të themi elektoratit që jeton në Shqipëri me elektoratin që jeton jashtë Shqipërisë dhe qytetarëve që kanë ende këtë të drejtë kushtetuese për të votuar është në përthellim. Pra ne kemi elektoratin tashmë më shumë jashtë se sa brenda Republikës së Shqipërisë. Por si kundër e keni vënë në re edhe në takimet bilaterale që janë bërë midis 2 kaheve të politikës
për procesin e reformës zgjedhore, një çështje e tillë dhe një problem i tillë kaq thelbësor, jo vetëm që nuk është marrë në konsiderat, por në mënyrë evazive është lënë si trajtim i të drejtës që ka diaspora për të marrë pjesë në proceset zgjedhore. Dhe përvoja e fundit dhe e vetme që kemi pasur për këtë të drejtë që ka diaspora për të marrë në procesin zgjedhor, u stigmatizua nga elementet e përdorimit, deformimit dhe aq më tepër në shumicën e rasteve të mos funksionimit të procesit për votim. Nëse të dy kahet politike do të ishin të sinqertë në këtë kërkesë, më herët ata do duhet të referoheshin 3 eksperiencave që aplikojnë nga vendet e tjera, kryesisht të Bashkimit Evropian dhe të Perëndimit. Të vijë në dispozicion të një procesi të përhershëm zgjedhor sa herë vinë edicionet elektorale, një infrastrukturë permanente e përhershme pranë selive diplomatike apo në mjedise të tjera të cilat nuk shkaktojnë dhe një kosto financiare për taksapaguesit shqiptar. Por kjo gjë me sa duket është jashtë vullneti dhe aq më tepër në mënyrën se si e parashtrojmë ne dhe me përballjen e indiferencës zyrtare dhe institucionale që paraqesin kahet politike, është një utopi që me sa duket nuk mishërohet si realitet asnjëherë. Dhe një element tjetër kishte, le të themi, mesazhi publik i zotit të Berisha në këtë protestë lidhe me një sfidë të hapur drejtuar Edi Ramës për një përballje, për një debat në publik. Nuk është dhe kjo e para herë që e bën një sfidë të tillë, një ftesë, nëse duam ta shikojmë si të tillë, disa herë zoti Berisha ka thënë kryeministri zgjidh vendin, zgjidh ekranin, zgjidh studion dhe unë do vi të përballem me ty. Gjanë periudhës së vërtetës, duke ju jeni njëri që i njihni mjaft mirë median, keni drejtuar media për shumë vite në Shqipëri, e dini mjaft mirë se sa e vështirë është të bësh një përballje politike edhe me nivele më dytësore apo tretësore në Shqipëri, e jo më një përballje politike të nivelit të parë, le të themi. Por, gjithsesi, si do duhet ta shikojmë këtë ftesën, këtë sfidën e Sali Berishës, mbajtur në konsiderat dhe fakti që një sfidë të ngjashme ja lëshoj dhe sa i përket asaj përballjes tjetër që të dy pritet të kenë në gjyq, në GKK për procesin Partizani. Dhe këtu Berisha ka kërkuar që dëshmia e Ramës të jetë me e para ka garantuar që ai do të jetë vetë në proces dhe ka kërkuar që dëshmia e Ramës të jetë me kamera. Kjo është një gjuhë në fakt kalorsiake tradicionale. Por për interesin e opinionit dhe audiencës son, do doja që silla në vëmendje. Në riti shqiptar, dhe i këtu i referojmë kanunit të Lek Dukagjinit, ne jemi ndër popull që nuk e kemi në kanunet tona duelin klasik. Edhe po të lexosh Marin Barletin, kjo është një gjë që nënvizohet, sepse në periudhën kur dy princat e Arbrit, Lek Dukagjini dhe Lek Zakaria, e bën duelin, kur pas kësaj në Zadrim, pas kësaj si kundër e dim, në kanunin e shkruar tashmë të Lek Dukagjinit nuk ekziston dueli. Dhe ne këtë traditë me sa duket dhe në politik po e vazhdojmë. Por në rastin konkret, ftesa e zotit Berisha për një lloj dueli po ju dëgjojmë. Jo, tani në fakt jo, nuk ju dëgjoj. Humbëm audio, nuk ishim si pamje, por humbëm audio. Po flisnim me zotin Aleksandër Qipa në lidhje me ftesën apo sfidën e shikojnë disa të Sali Berishës drejtuar kryeministrit Edi Rama për një përballje mediatike publike. Gjithmonë zoti Berisha në fakt e ka lëshuar një sfidë të tillë në adresë të kryeministrit Rama, ndërkohë që një sfidë të tillë e ka lëshuar dhe sa i përket atij vendimit të gjykatës posaçëm për të thirrur si dëshmitar kryeministrin Rama në procesin Partizani, ku zoti Berisha është një nga të pandehurit, ka qenë kërkesa avokatëve të zotit Berisha që kryeministri të marrë pjesë në një proces të tillë gjyqësor. Nga regjia më njoftojnë që e kemi zotin Qipa. Ju kërkoj ndjesë për ndërprerjen, ishte ndërhyrje. Pa problem. Pra, unë po thoja që ne nuk e kemi një traditë të duelit politik në pikpamjen e komunikimit, të dialogut edhe të polemikës së drejt për drejt. Janë 2 raste në historinë e 35 viteve, të cilat tashmë nuk janë ripërsëritur më. Por në rastin konkret, në këndvështrimin tim analitik,
ripërsëritja e një takimi të tillë nuk sjell ndonjë risi. Do të përdoret vetëm thjesht një tendencë empirike për sa i përket mënyrës se si e ndërton ligjërimi njëri dhe tjetri. Por sot për arsye që të dy aktorët kryesorë që ftohen në këtë duel nga zoti Berisha nuk do të sillnin ndonjë risi, nuk pritej ndonjë gjë që ka interes për opinionin publik. Dhe aq më tepër që në këndvështrimin dhe ftesës që bën zoti Berisha, sidomos për rastin e procesit gjyqësor ku kërkohet si dëshmitar zoti Rama, po të referohemi praktikës proceseve gjyqësore, aty nuk bëhet fjalë për një dialog midis personit të akuzuar dhe dëshmitarit, sepse nuk ekziston kjo mundësi dhe aq më tepër është një komunikim midis trupës gjykuese dhe dëshmitarit, pavarësisht nga njëri tjetri. Nuk lejohet aty që të ketë një dialog. Dhe kjo është më shumë një, le të themi, një nojmë ose një shenjë e populizmit të zotit Berisha, që ai tashmë ka përdorur në historinë politike të vetvetes si një armë të preferuar këtë lloj populizmi. Por sot, dhe këtu rikthehemi tek ajo që mënyra se si e ndërton në këtë kapitull të fundëm të jetës politike zoti Berisha vetë politikbërjen, është një mënyrë e njohur, e konsumuar në shumë çka të saj, nevojitet diçka tjetër për cilën ne kemi thënë dhe besoj nuk ka arsye pse të bijmë në proliksitetin e së thënës. Okej, dhe një pyetje të fundit para se të kalojmë tek çështjet e majorancës, dhe një pyetje të fundit për sa i përket opozitës dhe lidhet me atë zgjedhjet në Hungari. Nuk e di, a ju duket konfuze opozita në këtë idenë se kë mbështet për kë gëzohet sa i përket rezultatit, sepse me Viktor Orban që humbi të dyja palët e kanë pasur shumë të mirë, le të themi, marrëdhënien dhe komunikimin. Tani më vjen në mend një status, një reagim publik jetë mund të Spaus të Partisë Demokratike, që ndoshta nuk është shumë aktiv me këtë ngacmimin e vet në rrjetet sociale, duket sikur kishte të drejtë kur thonte ne jemi me Trumpin, mbështesim Trumpin mbështeti Orban humbi dhe Edmond Spaus shtonte pyetje ngacmuese, ore me kë jemi ne? A ju duket pak konfuze opozita? Shikon, në politik vlen aksioma të gjitha krahasimet çalojnë. Në rastin konkret nuk ka më edhe raportet, le të themi, partneritetit klasik, sepse vetë politika ndërkombëtare e zhbën atë që konsideroi dikur tipologji dhe përkatësi politike të saj. Sot ne vërejmë që në skenën politike ndërkombëtare, por edhe në këtë tonën kombëtare, shumë prej dukurive dhe kryesisë sjelljeve politike janë mishërimi asaj që thoshte dikur presidenti i Francës, Sarkozy. Sot ka disa të djathtë që sillen si të majt dhe disa të majt që sillen si të djathtë. Kështu që në këtë këndvështrim, besnikëria për përkatësi tradicionale apo doktrinare nuk ekziston më. Përkundrazi, jemi në një situatë ku kemi përshtatje dhe paqëndrueshmëri të cilat lidhen me konjunkturat dhe situatat e ndryshueshme të shpeshta politike. Aq më tepër, kjo është shfaqur si një krizë edhe në raportin ndërkombëtar të politikbërjes dhe jo vetëm të politikës, por edhe të geopolitikës. Këtë javë, zoti Qipe, kemi pasur samitin e 4 të diasporës, dhe me qenë se folëm në një farë mënyrë e prekëm çështjet e diasporës, kur folëm për votën, diaspora në zgjedhjet e fundit pati mundësinë të votonte, por ende ka dilema, ishte një nga shqetësimet që u dëgjua gjatë këtyre ditëve të këtij samiti. Një në tërësi shqetësimi që vinte nga profesorët e diasporës ishte se flitet shumë fjalë të bukura për diasporën, por asgjë konkrete. Nuk e di sa qëndron kjo në këndvështrimin tuaj dhe çfarë mund të bëjë konkretisht. Por një gjë që vjen dhe që lidhet me këtë procesin e votës është fakti që sipas tyre ata kanë të drejtën e votës, por nuk kanë përfaqësinë në parlament. Në këtë sens do donin që të kishin një qark të 13 u quajt në një farë mënyre për lehtësi komunikimi. Pra të kenë mundësinë që të zgjedhin drejt për së drejti përfaqësuesit e tyre, siç qytetarët e njëri qark apo një qarku tjetër në Shqipëri këtu brenda vendit e kanë një mundësi të tillë. Të falenderoj për këtë pyetje. E para njëherë po e nis përgjigjen nga fundi i pyetjes suaj. Unë mendoj që është koha që diaspora të ketë një kontribut politik
në institucionalizmin politik dhe parlamentar të Republikës së Shqipërisë. Madje jo vetëm të Republikës së Shqipërisë, por një nevojë të tillë unë e shoh edhe për Republikën e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut në hisen e përfaqësimit shtet formus të shqiptarëve në këtë Republikë fqinje. Por për të bërë kjo gjë, mendoj që duhet kalojmë një proces të strukturimit dhe kryesisht të rregullimit të përfaqësimit të diasporës brenda entiteteve në shtetet në cilat ndodhet ajo. Nga raportimet që patëm për samitin e 4 të diasporës, unë mora vesh që kishte një përfaqësim nga 34 shtete, ku jeton në mënyrë të konsiderueshëm diaspora shqiptare. Por 2 shtetet tona, kryesisht Shqipëria dhe Kosova, do të duhet të ndryshojnë edhe platformën strategjike mbi bazën e të cilit ndërtohet dhe realizohet samiti periodik i diasporës, qoftë në Shqipëri apo qoftë në Kosovë. E para nuk mund të ndahen 2 diaspora tona. Dhe këtë gjë ne duhet ta refuzojmë edhe publikisht. Diaspora shqiptare gjithkund ku ndodhet ka detyrimin dhe ka mundësinë për të qenë një komponent i shkëlqyer dhe funksional për atë që quhet bashkimin kombëtar, jo në kuptimin nacionalist të fjalës, por në kuptimin edhe brenda proceseve integruese europiane. Dhe e dyta, mendoj unë që vetë 2 shtetet tona do të duhej që ta inkurajoni këtë përfaqësim edhe në nivelet e politikë bërjes. Por për të realizuar kjo gjë, mendoj unë, së pari duhet ndërtuar një strategji e rregullimit të infrastrukturës. Dhe për ta rregulluar infrastrukturën, ne kemi dëgjuar kryesisht nga ministrat tanë të jashtëm që e thonë shpesh pas 30 e kusur vitesh apo 20 vitesh duke marrë në konsiderat Republikën e Kosovës, që arritjen më të shkëlqyer kanë unifikimin e abetares. Po është më mjaftueshme një trofe apo një fitore e tillë për të gëzuar në këtë mas? Kjo është e tejkaluar. Është minimaliste mendoj unë në këndvështrim. Sot do duhej që ne të kishim një strategji të bashkimit të diasporës për të qenë ajo një investitore e shkëlqyer në hapësirën shqiptare dhe në kryesisht në 2 shtetet shqiptare. Dhe më së fundi, ekspertiza në kushtet kur po firojnë burimet njerëzore në kuadër të zbrazjes demografike që përjeton edhe Shqipëria dhe Kosova, si mund të kontribuojnë burimet njerëzore të diasporës për llogaritë të vendit. Nuk mund të vinë ata dhe të rikthehen me apele për rikthim, sepse në shumicën e rasteve ata janë zhgënjur në ato raste kur ka ndodhur kthimi. Mendoj që të duhet të ndërtohet strategjia, duke krijuar edhe mundësitë e ofertave të pjeshme kohore, apo edhe ofertave të tjera që kanë të bëjnë me efektivitetin e rikthimit të tyre në vend, në drejtim të institucioneve apo të strukturave të ndryshme të jetës shoqërore, ekonomike, shkencore e tjerë. Por këto nuk ndodhin. Dhe po ta shikosh edhe në planin apo në rafshin e arsimit, ne këtë kontribut e kemi, që mendoj do të ishte shumë më lehtësishme se në sektorët të tjerë, e kemi shumë minimalist. Në cilin prej universiteteve të profilit shkencor dhe studimor në Shqipëri kemi një kontribut të diasporës, janë raste shumë të pakta, dhe këtë them me dijenin e një gazetari që nuk e humbet korrentin e informimit për rastet tilla. Dhe nëse nuk ndryshojnë strategjit, nëse nuk investohet për të krijuar hapësirat mjaftueshme edhe të leverdishme, duke e rikompozuar edhe strategjinë e financimit nga institucionet tona, nuk mund të grishet diaspora për të rikthyer për kontribut në vendin e vet. Prandaj mendoj që në samitin e ardhshëm të 2 shtetet tona do duhet që të unifikojnë strategjinë, bashkërendojnë institucionalisht duke respektuar edhe parimet e sovranitetit shtetëror etj etj, që të ketë efektivitet dhe që ne të shohim në një kohë të ardhme të afërt rezultate konkrete për këtë çka pretendojmë në marrëdhënien me diasporën tonë. Në këtë sens, tani,
Unë e shoh, e them hapur dhe kam thënë gjithmonë, e shoh fiks në këndvështrimin tuaj. Por duhet pranojmë që ka njerëz që mjaft skeptik sa i përket këtij roli që ne do donim në fakt të kishte diaspora në jetën tonë publike dhe politike. Dhe ka njerëz që këtë skepticizëm e shoqërojnë gjithmonë me këtë pyetjen, po sa është në gjendje dikush që jeton jashtë, të kuptoj dhe të përfaqësoj dhe të shqetësohet për problemet e jetës time të përditshme me cilat unë hasem në përditshmëri. Pra, thënë thjesht dhe shqip, sa është në gjendje të ma kuptoj hallin. Dhe kjo është pyetja që shoqëron gjithmonë si nën tekst këtë skepticizmin. Dhe po të njëjtin skepticizëm e kemi edhe kur para pak ditësh ministri i jashtëm që vjen nga radhët e diplomacisë aktive njoftoi se po shikonte si pjesë të modernizimit të projekteve të tij për modernizimin e diplomacisë shqiptare, po shikonte mundësinë dhe dëshirën për të futur, për të tërhequr diasporën shqiptare si pjesë aktive në shërbimin tonë të jashtëm. Si shikoni këtë ide të ministrit të jashtëm, cili mund të ishte një rol që do të luante diaspora në diplomacinë shqiptare dhe çfarë do t'i thonim këtyre skeptikëve që gjithsesi e kanë këtë shqetësimin që citova pak më herët? Unë inkurajoj një gjë të tillë, një nismë të tillë. Asetet që ka kombion në hapësirën ndërkombëtare dhe kryesisht në territoret ku jeton dhe është integruar diaspora, janë të jashtëzakonshme. Madje duhet ta themi me plot gojën, janë tejkaluese të aseteve që ka brenda territorit aktual të Republikës. Por dhe paspor nënkuptoi ekzistencën e një strategjie të përhershme, e cila të mund të rekrutoj, por të mos zhgënjej. Kur them rekrutoj në kuptimin e institucional të fjalës. E dyta, ka nevojë që kjo të bashkërendoj edhe nevojat e posaçme që ka interesi shtetëror për diplomacinë preventive në vendet ku kryesisht kanë autoritetet dhe forca e vendimarrjeve, sidomos në kushtet e rënies së rendit ndërkombëtar, ne kemi këtë nevojë emergjente. Sepse ne nuk e dim se si do të jenë gravitetet gjeopolitike në arenën ndërkombëtare, le të supozojmë pas një viti. Sepse kështu siç po rendin situatat dhe si po të ndodhin ndryshimet ndërkombëtare, kemi të bëjmë me të papritura dhe befasira të cilat ka nevojë për përgatitjen tonë dhe për komplementaritetin e mundësive tona me diasporën. Kështu që propozimi i ministrit, mendoj unë, është propozimi një ndërgjegje që e njeh diplomacinë dhe që e lexon drejt për së drejti rrjedhën e ndryshimeve të pritura dhe të papritura që ka në arealin diplomatik ndërkombëtar. Por se si binden dhe se sa do t'ja dalim kjo, varet prej konkretësisë së propozimeve, të ofertave dhe kryesisht të tërheqjeve. Besueshmëria e shtetit shqiptar ndaj aseteve që ka në diasporën tonë duhet jetë më e lartë dhe duhet edhe më selektive. Por duhet të sillemi në mënyrë institucionale, jo në mënyrë individuale. Çdo preferencë apo zgjedhje vetjake përgjithsisht rezulton të jetë shkurtër. Çdo zgjedhje që është institucionale ka një jetëgjatësi dhe afat kohor shumë herë më të madh nga një konjunkturë e marrëdhënies ndërnjerëzore. Doja mendimin tuaj dhe sa i përket këtij turneut të ndërmarrës së fundmit të kryeministit Rama për të folur për integrimin, duke se po shpjegon proceset integruese qytetarëve, por përtej këtij aspekti që në vetvete në këndvështrim të parë ngjan si teknik, pyetja që kam është apo ndjen kryeministri apo percepton ndoshta një lloj rreziku që për arsye të brendshme apo jo të brendshme, kjo mbetet për tu vlerësuar, ajo që ishte kali i tij i betejës të fushatën e fundit zgjedhore, pasaporta europiane, rrezikon t'i kthehet në një bumerang? Pse mendoni ju? A ka një shqetësim ai që po e ndërmerr këtë tur takimesh me qytetarë të moshave nga më ndryshme, nga të moshuar kur flet për pensionet deri te të rinjt, u shpjegon këtë çështje të integrimit, se si funksionojnë. Ne dim mbyllja e kapitujve dhe hapja e kapitujve është një proces i cili ndryshon në brenda mënyrës se si ndërtohet. Dhe aktualisht mbyllja e kapitujve është një proces i vështirë, sidomos në negocimin bilateral me shtetet specifike anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe me sa duket, këtë vështirësi ndoshta e ka edhe si një marrëdhënie të tensionit dhe të nervozizmit
politik vetë kryeministri. Sepse pas mbylljes kapitujve, hapjes kapitujve të parë dhe tashimin procesin e dytë që ka nisur, ne nuk kemi një rast të sinjaleve pozitive prej vendeve të posaçme. Dhe kjo është një breng politike për vetë kryeministrin. Ndonse, në pikpamjen e kontekstit dhe situatës në cilën ndodhet sot Evropa, procesi për antarësimin e Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE njeft një lloj avantazhi, një lloj mbështetjeje dhe inkurajimi, sepse janë fuqitë e tjera malinje, me ndikime malinje, siç është Rusia apo Kina e tjerë, në hapësirën tonë që tentojnë që t'i shkaktojnë një kosto Evropës aq më tepër në kushtet e një krize brenda aleancës së deritanishme euroatlantike që ka qenë ajo midis Evropës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Këto efekte dhe këto ndikime që lidhen me ato që unë i quajta gravitetet gjeopolitike dhe diplomatike, padyshim që janë të lidhura me Shqipërinë. Por nga ana tjetër, për zotin Rama si kryeministër dhe kryetari i Partisë Socialiste, ka edhe një situatë të re. Situata e një diversiteti të heshtur apo qoftë edhe të shprehur me një ose dy zëra brenda Partisë Socialiste. Tu kam parasysh jo vetëm rastin e zotit Ditmir Bushati, i cili është një artikulant i thukët i çështjeve principiale dhe deformimit marrëdhënies midis pushtetit, qeverisë dhe partisë dhe detyrimit që kanë në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë. Por këtu kam parasysh edhe zonjën Spiropali përmes 2 apo 3 mesazheve të fundit në rrjetet sociale, të cilat janë edhe ato gjithashtu një pickim i brendshëm politik dhe që në këndvështrimin tim dëshmojnë se brenda Partisë Socialiste dhe në nivelet e udhëheqësisë politike të saj ka nisur diversiteti i mendimeve për atë që unë e quaj dikotomin në marrëdhëniet midis të qëndruarit të personave jetëgjatë në nivelet e qeverisjes dhe në kabinetet qeverisëse dhe të antarëve të tjerë në pritmëni që nuk kanë përfituar ose nuk kanë qenë kontribues në iset e qeverisjes në 4 mandatet e Partisë Socialiste. Pra, këto janë 2 aspekte që e mbajnë zotin Rama në atë që unë e quaj dilemën e ditës, ose dilemën politike të ditës, për të krijuar lëvizje, veprime politike dhe për të investuar mbështetje në raport me partnerë ndërkombëtar. Edhe prezenca e tij në Madrid, pavarësisht se është e lidhur me një aktivitet dhe veprimtari të partive të internacionale socialiste e tjerë, në vetvete e mbart këtë mision diplomatik o politik, pse jo edhe partijak prej tij. Ka njerëz që mendojnë që ky diversiteti mendimeve në Partinë Socialiste në fakt nuk ka munguar asnjëherë, ndoshta tani po nis pak në mënyrë kështu me pak droj të shprehet, të dëgjohet, të dalë dhe në publik, por së brendshmi ka shumë njerëz që mendojnë se aty ka qenë gjithmonë dhe ka ekzistuar. Gjithsesi, sa mendoni se mund të ta cënoj kryeministri Rama pushtetin e tij, kontrollin që ai ka mbi partinë, një diversitet i tillë i mendimesh që nëse deri tani ka qëndruar kryesisht së brendshmi, nëse del i gjithi në publik. Sa gjasa 4 i kthehemi tek ajo Partia Socialiste e po e quaj unë kështu e Fatos Nanos, ku të gjithë nuk nguronin të shprehin çdo kritik të mundshme ndaj kujdo tjetër së brendshmi. Në fakt, ne përdorëm pak butas termin diversitet, sepse në këndvështrimin tim edhe për të qenë realist në analizë, kemi shfaqjen e një pakënaqësie dhe kontrastin e disa qëndrimeve. Ndërprerja e mandatit të ministres së jashtme dhe për Evropën e zonjës Spiropali nuk është thjesht diversitet, është pakënaqësi e cila pastaj pason me diversitetin e mendimit dhe të recencës që bëhet nga pozita e një socialisteje dhe një udhëheqëseje në kuptimin politik lokal të fjalës dhe nivelit të lartë të vendimarrjeve politike. Por nga ana tjetër, duke patur parasysh atë çka ndodh, e kemi të lehtë që të konstatojmë se ka edhe pakënaqësi dhe raporte të një antagonizmi të brendshëm. Në rastin konkret me kauzën në thonjza juridike të zonjës Balluku dhe të raporteve të brendshme, me atë konkurrencë të padukshme, të pazëshme publikisht, por të lexuar dhe të njohur dhe të pasur si dieni në marrëdhënien me zotin Veliaj dhe me kahet e tjera.
sepse është e natyrshme të themi që grupet e interesit që formsojnë Partinë Socialiste janë dhe grupet të konkurencës në marrëdhënie me kiset e pushtetit gjatë kohës së qeverisjes prej 4 mandatesh që po ndodh në jetën e Partisë Socialiste. Dhe kjo është arsyeja pse, nëse keni vënë re në gjuhën e kundërshtarit tjetër politik të socialistëve, që është zoti Berisha, në mënyrën e tij tradicionale, ai shënjestron duke ju dhënë ngasje të përhershme këtyre përballjeve dhe antagonizmave që kanë individët e lartë të Partisë Socialiste. E shpesh i rikujton zonjës Piropali se ju ndërpre fati i karrierës edhe i qeverisjes për shkak të zonjës Balluku, apo edhe për emra të tjerë. Pra, në këtë këndvështrim nuk kemi të bëjmë thjesht me një diversitet, por janë antagonizma brenda familjes, të cilët padyshim që krijojnë skizmat e brendshme, por afati i shfaqjes dhe i evidentimit tyre besoj është i gjatë në kohë, do të duhet kohë. Ndonse autoriteti i kryetarit të partisë dhe i kryeministit Rama mbetet ende solid edhe i patundur nga kjo situatë dhe nga këto antagonizmat brendshme mes individëve, me asete politike dhe me kontribut politik në Partinë Socialiste. E kuptoj. Zoti Aleksandër Qipa, kemi mbritur në fund të minutazhit që kishim për këtë bisedë. Si gjithmonë, biseda me ju është një kënaqësi mjaft interesante. Ju falenderoj për kohën që na dedikua sot dhe për gjithçka sollët për publikun tonë. Ne do të shkëputemi pak publicitet dhe do të rikthehemi përsëri së shpejti.
Jemi kthyer përsëri me editarjen e fundjavës. Me që këtë javë folëm gjatë dhe me të drejtë për diasporën, duam të ndalemi te komuniteti shqiptarëve në Itali, që është shtuar me valë të shumta të emigracionit mes dy brigjeve, ndonse tashmë disa po mendojnë dhe rrugën në krahun e kundërt. Një pjesë e tyre emigrantëve që hipën mbi anije kanë arritur tashmë moshën e pensionit, të tjerë po i afrohen, por jetën e kanë të ndarë mes burokracive të dy shteteve që janë famkeqe në këtë drejtim. Për këtë, marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë, që nisi zbatimin në korrik të vitit kaluar, u prit me shumë entuziazëm nga ky komunitet. Për të kuptuar më shumë se si po ecën kjo marrëveshje, kemi të ftuar Tresiana Elmazin, profesuese e UIM Albania, që sjell në Shqipëri shërbimet e patronatit Italuil. Përshëndetje, mirë se erdha. Mirë gjitha. Atëherë, në radhë të parë, u aserojmë pak të shikuesve çfarë është kjo që në Itali quhet servici di patronato, nuk e di se si mund ta përkthejmë në shqip, e përshtasim ndoshta si shërbimet e patronatos, e keni thënë ju apo jo? Po. Në fakt, patronatot janë, le të themi, si një zgjatim i sindikatave në Itali. Fillimisht kanë lindur sindikatat, diku nga fillim shekulli 20, domethënë, kur Italia ka qenë në një fazë industrializimi dhe shumë njerëz punonin në kushte shumë të vështira pune, pa pensione, pa sigurime shoqërore. Dhe në këtë kontekst, pastaj sindikatat ju erdhën në ndihmë qytetarëve në mënyrë që ata të kishin këtë mbështetjen sociale, pra të dinin si të, domethënë, në nga ana e pjesa e sigurimeve shoqërore që të dinin të kishin sigurime shoqërore, të përfitonin pension. Po ashtu pastaj mbas luftës së dytë botërore, erdhën dhe patronatot, të cilat janë disa institucione të rregulluara me ligj në Itali, me një ligj të posaçëm, financohen drejt për drejt nga Ministria e Punës italiane. Dhe kryen po këtë shërbim, duke qenë se qytetarët në atë kohë kishin disa të drejta, nuk dinin se si ti vinin në zbatim ato, se si ti shfrytëzonin, patronatot ju erdhën në ndihmë në këtë karakterin social. Pra, duke i ndihmuar me pensionet, me procedurat të ndryshme administrative, edhe sot vazhdojmë po njësoj, duke i ndihmuar jo vetëm qytetarët italianë, po dhe emigrantët me procedurat të tjera, për shembull, në lidhje me lejet e qëndrimit, me çdo lloj procedure që ka karakter social. Kështu që patronatot ofrojnë këtë lloj shërbimi jo vetëm për italianët, por edhe për qytetarët të tjerë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Itali. Dhe këtë shërbimet patronatos të Italuil ju i keni sjell në Shqipëri përmes zyrës së UIM Albania, në sa kuptoj unë. Doja të pyesja për marrëveshjen e pensioneve, që është qëllimi kryesor i kësaj bisede. Ishte një risi në marrëdhëniet mes dy vendeve, e shumë pritur nga komuniteti shqiptar, ne disa herë kemi kushtuar vëmendje, e nxitur në një farë mënyrë nga komuniteti shqiptar, në mbledhjen e firmave, me nxitje dhe politike, e miratuar më në fund në pranverën e kaluar edhe nga Parlamenti Italian. Shqipëria kishte miratuar më herët këtë marrëveshje dhe nisi zbatimin të paktën ligjërisht në një korrik të vitit 2025. Tani pyetja që kam është, a ka mbetur si diçka e bukur në letër apo po funksionon ky zbatim? Tani, normalisht marrëveshja ka filluar të funksionojë që në një korrik, pavarësisht disa problematikave të vogla që janë hasur në fillim, se si çdo gjë e re vjen edhe me këto problematika dhe me përmirësime të herpashershme. Megjithatë, marrëveshja po funksionon, pra kanë ardhur pensionet e para, njerëzit janë pak më të qartë se si funksionon, le të themi, dhe vetë marrëveshja, po dhe mënyra se si ata duhet të aplikojnë për pensionet, çfarë të drejtash kanë, përfitojnë, nuk përfitojnë. Domethënë, ka funksionuar dhe përgjigje kanë filluar të vinë, megjithatë janë të ngadalta dhe normalisht si çdo gjë e re ka nevojë ende për përmirësime. Okej, dhe kur themi që përgjigjet po vinë, pra bëhet fjalë për pensione shqiptare, në një farë mënyre që pa marrëveshje nuk do të merreshin dhe janë arritur të aprovohen dhe të qytetarit të përfitojë atë që i takon në një farë mënyrë fal viteve të punës që kanë në Itali, por gjithashtu dhe në krahun e kundërt, pra edhe në Itali ka pensione italiane që përndryshe pak të marrëveshje nuk do përfitoheshin, e tashmë qytetarët atje po e gëzojnë këtë mundësi? Po, patjetër, domethënë e funksionon nga të dy anët. Bëhet fjalë edhe për pensionet italiane, bëhet fjalë edhe për pensionet shqiptare. Në pensionet shqiptare sigurisht, sepse mund të ketë persona të cilët kanë punuar këtu pak kohë, kanë shkuar në Itali, kanë punuar gjatë atje, mund të jenë rikthyer dhe normalisht dhe këtu nuk e kanë plotësuar atë portofolin e sigurimit minimal që i nevojitet për të dalë në pension. Po ashtu dhe nga Italia, po e njëjta gjë
mund të ketë persona atje që duan të dalin në pension të parakohshëm, për shembull, duke qenë se arrin atë vjetërsinë totale që u nevojitet për të dalë në pension, kështu që përfitojnë nga të dy anët, le të thuash. Domethënë kur themi që marrëveshja po funksionon, është se kemi shembuj dhe këtu për pensionin shqiptare, po dhe për pensionin italian. Okej. Por gjithsesi, për t'ia shpjeguar teleshikuesve pak a shumë si funksionon kjo marrëveshje, sepse për shembull Italia moshën e pensionit e ka 67 vjeç. Në Shqipëri kemi mosha të ndryshme, më të ulta, por gjithsesi të ndryshme për burra dhe gra, ndërsa Italia ka të njëjtën moshë, 67 vjeç si për meshkuj dhe për femra. Konkretisht, si funksionon marrëveshja? Tani, qëllimi kryesor i marrëveshjes është që asnjë vit që qytetarët kanë punuar në të dyja vendet të mos humbasi. Pra edhe nëse ata nuk arrin kushtet, le të themi, të vjetërsisë në secilin vend, ata të kenë mundësi që me anë të kësaj marrëveshje le të themi të përfitojnë pension. Moshat patjetër janë të ndryshme. Në këtë rast, këtyre qytetarëve ju takon të dalin më përpara në Shqipëri në pension sesa në Itali, përveç rasteve që siç e përmenda, përveç rasteve të pensionit të parakohshëm, i cili ka një moshë më të hershme, pra nuk kanë nevojë qytetarët që të presin moshën 67 vjeç në Itali për të dalë në pension, por nëse arrin një portofol sigurimi në këtë rast, për shembull, për burra 42 vite e 10 muaj dhe për gra 41 vite e 10 muaj, në total vjetërsi totale mes dy vendeve që mund të dalin parakohe. Ndërsa për pjesën shqiptare, kjo nuk i pengon fare. Domethënë, ndryshimi i moshave nuk i pengon fare ata për të paraqitur kërkesën. Nuk është se qytetari shqiptar në këtë sens duhet presi të bëhet 67 vjeç, ndërkohë që ligji shqiptar thotë 65. Jo, pra mund të shfrytëzojë vitet e punës që ka në Itali për efekt të plotësimit të kushteve. Mund të marrim një shembull për ta bërë më konkrete, për shembull, ligji jon kërkon ka një prag minimum që kontributesh që duhet kesh? Po, në çdo rast minimumi është 15 vjet, si për burrat edhe për gratë. Edhe për gratë. Tani e zëm se një qytetar i ndritje nuk i ka 15 vjet, ka 13 vjet. Por ka punuar dhe ca vite në Itali, rast konkret ky. Kështu që në këtë rast në këtë rast nuk ke pse të presësh moshën e pensionit italian. Në momentin, duke qenë se në rastin e burrave, burrat në Shqipëri dalin 65 vjeç, nuk ka nevojë pse të presin 67, mund të aplikojnë që në momentin që mbushin 65 vjeç, pra mbushin moshën, aplikojnë për pension shqiptar normalisht sipas rregullave nëpërmjet e-Albanias, duke kërkuar edhe vitet e Italisë. Pra, atë 2 vjeçarin që u mungon, le të themi, për të kapur pragun minimal për të dalë në pension në Shqipëri, e kalojnë, domethënë e arrin me vitet e Italisë. Po e njëjta gjë në momentin që do dalin në pension. Pra, autoritetet në Shqipëri e mbajnë në konsiderat. Po, patjetër që po. Në sajt të marrëveshjes, ky është qëllimi i gjithë marrëveshjes, pra që ty mos u humbasi asnjë vit. Dhe në këtë rast qytetarët as nuk kanë nevojë që ta plotësojnë, le të themi, minimumin as duke paguar. Kështu që gjithmonë le të themi, kjo marrje e këtyre 2 viteve është gjithmonë figurative, nuk është se ndikon në pjesën e përllogaritjes së pensionit, por as nuk hiqet nga vitet italiane. Pra, gjithmonë ky bashkim është figurativ. Okej, por në krahun tjetër, kur i ndriti bën 67 vjeç, çfarë ndodh me vitet e punës që ka në Itali më pas? Do duhet të bëj përsëri kërkesë? Po, gjithmonë bëhen kërkesa të ndryshme, pavarësisht se po flasim për një marrëveshje, kërkesat për secilin pension bëhen më vete. Edhe nëse ti i arrin e përfiton të drejtën për të dalë në pension shqiptar dhe italian edhe tani, do bësh përsëri 2 kërkesa të ndryshme. Por nëse ligji italian ka gjithashtu një prag minimumi? Po, ka në Itali duhet të nevojiten vetëm 20 vjet, minimalisht 20 vjet. Në rast se personi e zëm ka le të themi 5 vite në Itali dhe 15 i ka arritur nga Shqipëria, po përsëri në momentin që do të mbushi moshën për pension italian, që është 67 vjeç për momentin, sepse pritet që të ndryshojë në vitet e ardhshme, mund të aplikojë për pension italian, do të kërkoj vitet e Shqipërisë. Në këtë rast do të jetë në pension, kështu që i mjafton vetëm një vërtetim pensioni dhe janë vetë institucionet ato që komunikojnë pastaj me njëra tjetrën dhe bëjnë të gjithë, le të themi, listën e viteve dhe vjetërsisë së personit. Aplikohet për një pension italian, merret një vërtetim pension. Pension italian aplikohet për shembull në Shqipëri apo aplikohet në Itali? Ka një kusht të tillë? Po, kushti kryesor është rezidenca. Pra, nëse personi do të vazhdojë të qëndrojë në Itali,
do t'i duhet që kërkesën për pension italian gjithmonë ta bëjë nga Italia. Në qoftë se pastaj vendos të rikthehet në Shqipëri, kjo pastaj do të duhet, sepse në momentin që e heq rezidencë, sigurisht do të duhet që ta bëj kërkesën nga Shqipëria. Okej, e kuptoj. Tani, meqense folëm për bashkimin e viteve, pra thanë që këto vite që ka dikush ka punë në Shqipëri dhe ca vite të tjera në Itali, këto bashkohen, konsiderohen si një për efekt të kushteve ligjore. Po pensionet bashkohen në një pension të madh? Jo, absolutisht. Kjo është një koncept shumë i gabuar, me thënë të drejtën, një pension i vetëm, dhe shumë qytetarë e kanë kuptuar kështu në fillim. Kjo ka krijuar shumë konfuzion tek qytetarët, sepse kanë menduar se duke u bërë marrëveshja do të merrnin një pension të vetëm, ose edhe nëse do ishin në pension në Shqipëri për shembull, mendonin se kjo shumë do t'i shtojë pensionin shqiptar dhe do ta merrnin në Shqipëri. Në fakt nuk ndodh kështu. Pra, do merren 2 pensione veçmas, duke qenë se çdo vit pune përllogaritet në bazë të secilit shtet. Pra, nëse ti ke punuar në Itali, vitet e tua, domethënë Italia do të të marrë parasysh dhe do ta përllogarisi pensionin vetëm në bazë të punës në Itali. Po ashtu edhe Shqipëria do të ta përllogarisi punën dhe pensionin vetëm në bazë të viteve në Shqipëri. Kështu që gjithmonë merren 2 pensione të ndryshme. Dhe kur vjen momenti i kërkesës, sepse nga përvoja jon kemi vënë re shumë raste që qytetarët kanë shkuar, le të themi pra një zyre, kanë bërë kërkesën për pension italian dhe kanë menduar se automatikisht ju është bërë dhe kërkesa për një pension shqiptar. Gjë që nuk ndodh. Domethënë, o bëhet kërkesë, duhet drejtuar 2 kërkesa, 2 institucioneve të ndryshme. Pra, kërkesa për pension italian që i drejtohet INPS-it dhe kërkesa për pension shqiptar që i drejtohet Drejtorisë Rajonale Përkatëse këtu në Shqipëri ku ka vendbanimin edhe vetë qytetari. Okej, domethënë e sqaruam dhe këtë konceptin. Tani, meqense përmendëm, i tham, si çdo gjë e re, me të drejtë se ti ka gjithmonë ca vështirësi në nisje. Çfarë vështirësish keni vënë re? Ku, për shembull, mendoni ju se ka çaluar implementimi konkretisht i kësaj marrëveshje dhe ku ndoshta do të kishte nevojë për ndërhyrje nëse nuk ka ndodhur? Atëherë, ajo që ndoshta e ka vështirësuar pak ka qenë koha e verifikimit, që për qytetarët, le të themi, ka qenë pak e vështirë të presin, sepse menduan se do ishte diçka shumë e shpejtë, i ka shqetësuar, sepse kanë menduar se praktikat e tyre nuk ka diçka që nuk shkon, domethënë, kanë menduar se mund të ketë një problem të caktuar, kanë filluar të mendojnë që ndoshta nuk do të caktohet fare si pension, kështu që kjo koha e verifikimit pak e zgjatur i ka shqetësuar. Por kjo lidhet edhe me faktin pastaj që ne kemi hasur vështirësi në gjurmimin e praktikave. Për shembull, ndryshe nga Albania, ku ne e gjurmojmë një praktik duke hyrë online, ti mund ta shikosh në kohë reale përditësimin e Drejtorisë Rajonale, po dhe në këtë rast në fakt me aplikimet për pension me marrëveshje, pension shqiptar me marrëveshje, ti prap e shikon përditësimin deri në një pikë të caktuar. Pra, ti ja drejton kërkesën Drejtorisë Rajonale nëpërmjet Albanias, e shikon në kohë reale se çfarë hapash merr Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore për verifikimin e të gjithë viteve të punës, më pas si procedurë është që i kalohet Drejtoria Rajonale, i drejtohet Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, me një shkresë zyrtare ku i kërkon që ata të lidhen me INPS-in italian në mënyrë që t'i kërkojnë në rrugë zyrtare dhe vitet e Italisë. Pra lidhet ISSH-ja me INPS-in italian, nuk lidhet, nuk ka nevojë qytetari në këtë rast. Jo, absolutisht. Duke qenë se një nga risitë e kësaj marrëveshje që kemi, ndryshe nga marrëveshjet e tjera që Shqipëria ka, është edhe programi telematik që këta kanë me njëri tjetrin. Pra, janë të vetmet, është vetmja Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë që komunikon në këtë rast me INPS-in e Perugjës, i cili është INPS-i i përcaktuar për marrëveshjen me Shqipërinë. Kështu që janë të vetmet këto me njëra tjetrën që komunikojnë. Pra, nuk shkon qytetari në çdo, le themi, INPS-in ku ka ai, ku është rezident atje në Itali, apo të vi pranë Drejtorisë Rajonale këtu. Pra, është e vetmja Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë. Kështu që kjo e ka vështirësuar tek pjesa e pensionit shqiptar, duke qenë se programi telematik përdoret vetëm nga këto të dyja, vetëm nga Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe nga INPS-i i Perugjës, qytetarët e kanë të vështirë që ta shikojnë në kohë reale se në ç'pikë është praktika. Pra,
janë të detyruar ose Nëse ka një anë të mirë që në një farë mënyrë lehtëson këto procedurat burokratike që ti duhet të nxjerrësh si qytetar vetë dokumentin, ta përkthesh, të bëhet fjalë për institucione të dy shtete të ndryshme, dy gjuhë të ndryshme, ta përkthesh vetë këtë dokumentin, ta notarizosh e ta legalizosh, në këtë rast qytetari nuk ka nevojë. Kjo mund të jetë aspekti pozitiv i kësaj risisë ndoshta. Nuk ka nevojë të bëjë gjitha këto sepse institucionet komunikojnë vetë me njëra tjetrën dhe nuk janë dy institucione, nuk janë dy shtete, Shqipëria dhe Italia, që njihen për lehtësi burokratike. Zakonisht njihen për komplet të kundërtën, kështu që shumë pozitive dhe e mirëpritur ky lloj komunikimi i tyre. Por kjo, nga sa kuptojmë, ka këtë anën tjetër, në thonjza negative, që nuk lejon qytetarin të kuptohet se çfarë po ndodh konkretisht me praktikën apo jo. Pra, për të gjitha praktikat që qytetarët të drejtohen vetë, ose duhet të shkojnë fizikisht, ose të gjejnë numrat e duhur për të kontaktuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ose pastaj ne që jemi si patronato që kemi depozituar kërkesa për ta, në saj dhe të protokollit të bashkëpunimit që ne kemi me Sigurimet Shoqërore, ne mund të drejtohemi atyre për informacion, por nuk është njësoj, me thënë të drejtën, si ta shohësh në kohë reale se çfarë në çpik është praktika. Po e njëjta gjë dhe me IMSI-n e Perugjës. Për shembull për pensionet italiane, sepse ne depozitojmë edhe pensionet italiane dorazi pranë Institutit Sigurimeve Shoqërore, dhe po të njëjta, duke qenë se dorëzohen dorazi dhe jo online, prapë është shumë e vështirë që ne të kontrollojmë se në çpik është praktika, që mbasi kalohet nga ISSH në IMS. Duket sikur është një procedurë e gjatë nga shpjegimi yt. Sa zgjat? Ka në mos le të themi terma ligjor që e përcaktojnë, nisur nga përvoja, ka një le të themi kozjatje të caktuar një praktike të tillë me marrëveshje ndërkombëtare mes Italisë dhe Shqipërisë? Tani nga përvoja jonë po shohim që praktikat po shkojnë deri në 1 vit. Domethënë verifikimi një praktike, po të marrësh parasysh që dhe në Shqipëri marrin pak kohë, le të themi 45 ditë pune, është vetëm verifikimi pjesës shqiptare. Nga drejtoria rajonale, pastaj drejtoria rajonale ja dërgon drejtorisë marrëdhënieve me jashtë, e cila pastaj ja kalon po prap IMSI-t. IMSI po merr, le të themi që minimalisht 3 muaj ka kohën e vet të verifikimit të gjitha praktikave. Kështu që mund të shkojë deri në 1 vit. Pra është normale që të zgjat shumë një praktikë e tillë nëse vjen bazohet tek marrëveshja. Po, patjetër që zgjat, sepse secili nga institucionet merr kohën e tyre, domethënë kanë fatet e tyre ligjore për të verifikuar dhe për të ndjekur çdo hap që atyre u nevojitet për të përcaktuar qoftë pensionin, qoftë vitet, kështu që shkon deri në 1 vit. Okej, durim në këtë sens. Por ti përmende Perugjën, the pale shqiptari drejtohet Perugjës. Në ç'kuptim, çfarë roli ka kjo Perugja? Pse pale shqiptari drejtohet Perugjës dhe jo Romës, për shembull, apo jo Barit, po them unë. Atëherë, duke qenë se jo vetëm me marrëveshjen me Shqipërinë, por edhe me marrëveshjet e tjera, IMSI kombëtar, le të themi, ka caktuar IMSI-n e Perugjës si, le të themi, pikën e grumbullimit të praktikave dhe të shqyrtimit të praktikave për le të themi, jo vetëm për marrëveshjen me Shqipërinë, siç e thash, kanë dhe marrëveshje të tjera. Kështu që është ajo pikë që është caktuar, që do jetë dhe pika e kontaktit me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, por dhe ajo pikë që shqyrton të gjitha kërkesat që vijnë nga Shqipëria për ata qytetarë që janë rezident këtu. Kështu që ajo është pika kyçe, që bën pastaj dhe po pra. Domethënë, duke marrë parasysh që ka pasur ngarkesë jo vetëm nga Shqipëria, sepse ka pasur shumë fluks njerëzish të cilët janë përballur në të njëjtin moment, domethënë kanë aplikuar në të njëjtin moment. Por nuk janë vetëm nga Shqipëria, domethënë Perugja merret edhe me marrëveshjet e tjera, kështu që fluksin e ka shumë të... Që ka Italia me shtetet e tjera. Po, patjetër. Po dhe kërkesa që vijnë nga Italia, le të themi çdo IMS, nëse një qytetar paraqitet në secilin IMS të secilës zonë ku ai banon, ja drejton kërkesën, qoftë aplikim, qoftë verifikim vite, çdo lloj aplikimi që ai bën, po prap këta IMSA i drejtohen po prap Perugjës, duke qenë se është e vetmja që ka komunikimin me Shqipërinë. Kështu që është nga të dy anët e... Po më thoje që po shikohej mundësia, nëse kuptova unë drejt, që me Shqipërinë të mos merrej më zyra e Perugjës, por të kishte një zyrë të dedikuar më vete për Shqipërinë, ndoshta edhe nga që kemi numër të madh emigrantësh dhe ngarkesë pune shumë të madhe? Po, mendohet që nga 1 qershori të kalojnë në IMSI-n e Leçes,
Mendoj që kjo do ta shkurtojë ndjeshëm kohën e verifikimit të praktikës, duke qenë se nuk do të ketë leçe, nuk do të ketë marrëveshje të tjera në administrim përveç asaj me Shqipërinë. Kështu që do jetë dedikuar vetëm tek marrëveshja me Shqipërinë. Kështu që gjithsesi fluksi është i lartë, nga përvoja jon ka shumë qytetarë që dhe nga Italia dhe nga Shqipëria vazhdojnë të aplikojnë, duke qenë se dhe mosha e tyre vazhdon të, le të themi, ata që janë larguar në 91-shin, vazhdojnë ende, domethënë po ju afrohet shumë mosha e pensionit. Kështu që pritet numër në rritje, domethënë, edhe pavarësisht kësaj mendoj që do ketë prap fluks edhe tek Leçe, por e rëndësishme është që do jetë është një qendër që i dedikohet vetëm për Shqipërinë. Marrëveshjes me Shqipërinë. Okej. Kjo kozgjatja, kjo pritja që tham mund të shkojë edhe deri në një vit dhe konsiderohet normale me sa duket. A ndikon tek masa e pensionit, pra kur i lind qytetarit e drejta për pension, nga momenti që i aprovohet apo nga momenti që, le të themi, konsiderohen të plotësuara kushtet ligjore? Atëherë, këtu kemi dy raste. Normalisht pavarësisht kohës që institucionet do të marrin për të verifikuar praktikën, kemi dy raste. Rasti i parë është kur një qytetar e ka mbushur moshën para hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Për gjithë këta qytetarë pagesa ju fillon nga 1 korriku i 2025-s, duke qenë se e kanë përfituar të drejtën për pension në saj të marrëveshjes. Për të gjithë ata qytetarë pastaj që e kanë plotësuar, le të themi, moshën mbas hyrjes në fuqi të marrëveshjes, e zëm mund ta kenë mbushur moshën në, le të themi, në nëntor të 2025-s. Kanë aplikuar në nëntor të 2025-s, ndoshta përgjigjja nuk ju ka ardhur ende, duke qenë se koha është e gjatë. Sido që tjetë, këtyre rasteve, këtyre qytetarëve ju fillon pagesa nga momenti i mbushjes së moshës. Pra, nëse e kanë mbushur moshën në nëntor, do t'i fillojë nga nëntori. Nëse e kanë mbushur moshën përpara hyrjes në fuqi të marrëveshjes, do t'i fillojë nga 1 korriku i 2025-s. Vlen vetëm diçka për t'u theksuar këtu, që për të gjithë ata qytetarë që e kanë pas mbushur moshën para korrikut të 2025-s, dhe nuk kanë aplikuar ende për pension italian, kanë kohë deri në 30 qershor të këtij viti, në mënyrë që pagesa e tyre të fillojë nga 1 korriku i 2025-s. Është shumë e rëndësishme kjo, që nëse nuk kanë aplikuar ende, të nxitojnë dhe të aplikojnë që të përfitojnë edhe këto muajt e përpambetër. Okej, ne folëm për një komunitet i që shifrat të priten të rriten, që ka emigruar prej dekadash tashmë nga Shqipëria në Itali dhe po afrohet avash avash me moshën e pensionit. Është gati ky komunitet e njerëz që ndoshta për arsye nga më të ndryshme janë detyruar të heqin dorë nga nënshtetësia shqiptare, pra në aspektin burokratik dhe të dokumentacionit me shtetin shqiptar. A kanë, nuk e di çfarë kërkohet për pensionin, a kanë librezat e punës për shembull, vitet e tyre u referohen dhe viteve mjaft kaotike sa i përket shtetit shqiptar, kështu që nuk e di me dokumentacionin për shembull a kanë probleme në këtë sens. Po, nisu nga praktika që keni ju, domethënë me kërkesat që vinë në zyrën e Women Albania. Të gjithë qytetarët që janë në moshë tani për pension kanë problematika me vitet, me dokumentacionin, domethënë jo vetëm që ata që jetojnë në Itali, por edhe këta që jetojnë në Shqipëri. Po ata që janë, domethënë që kanë emigruar në Itali e kanë akoma më të vështirë, duke qenë se janë shkëputur për një kohë shumë të gjatë nga Shqipëria dhe kanë menduar se ndoshta nuk do të duhej më, le të themi, të kishin të bënin me pjesën burokratike të Shqipërisë ose me pjesën e pensioneve. E kanë menduar shumë të lehtë, kështu që ka shumë nga ata të cilët nuk kanë rinovuar kartat e identitetit, për shembull. Sepse kanë menduar, okay, un kam dokumentet italiane, dokumentet shqiptare nuk më duhen dhe nuk i kanë rinovuar sepse nuk i është dashur asgjë më nga Shqipëria. Kështu ka shumë të tillë. Ka nga ata pastaj që përmes ligjit Bossi-Fini në Itali janë detyruar që të mbanin ose nënshtetësinë italiane ose nënshtetësinë shqiptare, kështu që janë detyruar të heqin dorë nga nënshtetësia shqiptare për të mbajtur atë italianen. Kështu që dhe ata po normalisht kanë këto vështirësitë që nuk kanë po dokumenta shqiptare, ka probleme me Albanian pafund, domethënë që nuk mbajnë mend të dhënat ose nuk janë të regjistruar fare. Dhe s'kan as dokumentacion të regjistruar, se duhet kartë identiteti. Po pra, domethënë mund mos kenë as kartën, kështu që e kanë pak të vështirë këtë pjesën. Pastaj por mos flasim për vitet që libreza pune, për shembull ata që kanë punuar në ish kooperativa dhe ish ndërmarrje bujqësore, kryesisht nuk kanë pasur libreza fare.
ata që kanë punuar në kooperativa fare njërë, ata që kanë punuar në ish ndërmarrje bujqësore, disa i kanë, disa nuk i kanë. Ka një ligj në këtë sens, është ligji 7/2025, në mos gabojmë unë, që sikur ka tentuar janë të vetëdijshëm qytetarët se si funksionon ky ligj dhe si funksionon ky ligj, me qëra fjala? Jo, nuk e kanë shumë të qartë, se siç e thash janë larguar nga Shqipëria dhe nuk e kanë, le të themi, shumë idenë se si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Megjithatë, ky ligj është disi në favorin e tyre, sepse mund të kenë pasur vite që ata janë larguar në 91-shin, nuk kanë marrë dokumentacion, mund të mungonin vitet, mund të mos ketë në arkiv dokumentacion fare për ta, domethënë, janë një numër i madh kooperativa që për të cilat nuk ka fare dokumentacion. Që të njihen, domethënë këto kontributet pavarësisht nëse nuk gjendet dokumentacioni. Po, patjetër, domethënë i njihen nga mosha 18 vjeç e lartë dhe ka periudha, domethënë ka një datë limit për secilën punë. Për shembull, për ish kooperativa bujqësore është deri në 19 korrik të 91-shit kur ka hyrë në fuqi dhe ligji 7501. Për ndërmarrjet bujqësore ka qenë deri në 20 tetor të 92-shit. Për ish ndërmarrje shtetërore deri në maj të 93-shit. Kështu që është në fakt qytetarët kanë krijuar pak një koncept të gabuar, sepse kanë menduar se okay, mua më njihen automatikisht, por edhe nëse ata nuk kanë punuar. Që normalisht nuk të fal njëri që kot, normalisht duhet të kenë punuar që të njihet ajo që kanë punuar dhe ka shumë qytetarë për shembull që kanë punuar edhe në moshë minore. Në atë kohë ishte praktik e njohur që dikush të niste punën që 14, 15, 16 vjeç, ka pasur plot raste, nuk të mbante njeri, o të bëhe shkollën, o të bëhe punën në ato vite. Kështu që, pse është ky kufizimi, është i përcaktuar në ligj, ky kufizimi që njohja e viteve, nëse nuk gjendet, njohja e viteve nis nga momenti që personi ka pasur moshë madhore? Ky është një nga kushtet që... Pra, nëse dikush ka qenë, po themu 16 vjeç dhe nuk gjendet dokumentacioni, ky ligj nuk e ndihmon? Jo, fatkeqësisht jo. Domethënë, dy kushte ka ky ligj. Një është që njihen nga mosha 18 vjeç e lartë dhe dy për të gjithë ata që nuk kanë dalë ende në pension. Ligjvënësi pas ka qenë disi pa drejt në këtë drejtim, kam përshtypjen unë. Okej, çfarë është kjo risia e transferimit të pensionit shqiptar në Itali? Atëherë, për Italinë është risi, ne kemi dhe me marrëveshje të tjera, domethënë pensioni shqiptar mund të transferohet në çdo shtet me të cilin Shqipëria ka një marrëveshje, le të themi, për sigurimin shoqëror. Me Italinë është që të gjithë ta persona që jetojnë në Itali, mbas marrëveshjes, kanë të drejtën që pensionin e tyre shqiptar ta transferojnë në një bank apo postë ku ata dëshirojnë ta... Se në Itali posta funksionon si bank, kjo është ideja. Po, kanë një numër llogarie, nuk është si këtu, ka një IBAN, nuk është si këtu në Shqipëri që ti thjesht shkon me kartën e identitetit edhe e tërheq. Atje ti ke një numër llogarie specifik për vete, kështu që ata kërkojnë që pensionin shqiptar ta marrin në një bank apo postë atje. Si procedurë funksionon që qytetari qoftë duke ardhur vetë, qoftë nëpërmjet zyrave tona në të gjithë Italinë mund të paraqitet me një autorizim, ku na lejon neve që të drejtojmë kërkesa pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili e bën të gjithë këtë kalimin. Një nga kushtet është që duhet të kenë të paktën 6 muajt e fundit të pensionit pa tërhequr. Dhe këto kalime bëhen 2 herë në vit, pra në pranverë edhe në vjesht. Pra në periudhat, le themi, mars-prill edhe pra kur paraqet kërkesën, një duhet kesh 6 muaj pa tërhequr pensionin. Pa tërhequr pensionin, po. Të paktën 6 muaj, mund të kesh edhe më shumë, por minimalisht 6 muaj, po. Okej, dhe kushti tjetër ishte që duhet pranosh faktin që pensioni nuk të vjen çdo muaj në Bankën e Itali, vjen një herë në 6 muaj. Okej. Njërë në pranverë dhe... Njërë në vjesht, pra në periudhën mars-prill dhe shtator-tetor. Kanë mundësi, domethënë, që të kalohet. Më pas ky kalimi bëhet, kjo është vetëm herën e parë. Pastaj ky kalimi do bëhet, po. Bëhet një herë. Më pas kalon. Pastaj bëhet automatikisht çdo 6 muaj. Madje edhe për këtë duke qenë se jemi te pensionet edhe për deklaratën e gjallësës në dienin time. Po, se duhet pyesja e fundit
Çfarë është kjo deklarata e gjallësës, si funksionon? Atëherë, deklarata e gjallësës është një deklaratë të cilën qytetarët e bëjnë. Në Shqipëri mund ta bëjnë qoftë pranë noterit, qoftë shkojnë fizikisht tek posta nëse e tërheqin çdo muaj, nuk ka nevojë ta bëjnë. Ose kur e tërheqin në bankë, për shembull, duhet të shkojnë 2 herë në vit që të deklarojnë që janë gjallë. Pra është një formular i cili plotësohet pranë në punësit të bankës ose pranë një noteri, në mënyrë që atyre të vazhdojë të kalojë pensionin normalisht. Për pjesën italiane, tani duke qenë se pensioni do të transferohet në Itali dhe këta persona nuk do kenë më nevojë të vinë në Shqipëri për të bërë këtë deklaratë. Në djenin time po flitet dhe po diskutohet mes Institutit Sigurimeve Shoqërore dhe INPS-it që të kenë një deklaratë të përbashkët, të bien dakord, le të themi, për këtë deklaratën, që qytetarët mos të vinë më këtu, por mund të paraqiten qoftë pranë një zyre të INPS-it atje ose pranë bashkisë. Kjo nuk është përcaktuar ende, me thënë të drejtën, as formulari, por janë në diskutime që të shkojnë të bëjnë deklaratën e gjallësisë dhe pastaj është vetë INPS-i apo bashkia që ja përcjell Institutit Sigurimeve Shoqërore që për të deklaruar që ky person është gjallë dhe do të E fundit fare ka italian, meqense ky komuniteti italo-shqiptar është edhe në krahun e kundërt, por rritet gjithmonë më shumë numri italianëve që vinë dhe jetojnë në Shqipëri. A ka për çfarë interesohen, për çfarë shërbimesh, le të themi, i drejtohen italianët zyrës Women Albania? Tani, duke qenë siç e thash, ne jemi patronato, pra jemi njësoj si një zyrë, le të themi, patronato italiane në Shqipëri. Pra me të njëjtat shërbime, ofrojmë të njëjtat shërbime si kur ata të ishin në Itali. Kështu që në këtë rast qytetarët italianë nuk kanë nevojë që të, le të themi, që të shkojnë në Itali për të përfituar këto shërbime, qoftë për pensione, qoftë për deklarata të ardhurash, deklarata e gjallësës, për shembull për pensionet që ata marrin në Itali. Do të thënë, të gjitha shërbimet që ofron patronato, qytetarët italianë mund t'i marrin pranë zyrës tonë. Okej. Kemi mbritur në fund të minutazhit që kishim në dispozicion. Tresiana Elmazi nga Women Albania, të falenderoj shumë për kohën që na dedikove. Shpresoj që të kemi ndihmuar pak qytetarët kuptojnë diçka më tepër se si funksionon kjo marrëveshje dhe kush nuk ka aplikuar ende. Është ai mesazhi që përsohet pak më herë. Është mirë ta bëj deri në brenda 30 qershorit, që të ketë mundësi të marrë nga një korriku muajt e pensionit që i takon. Tresiana Elmazi, faleminderit edhe një herë tjetër. Ne kemi mbritur në përfundim të kësaj pjese të ditarit të fundjavës pa publicitet dhe kthehemi shumë shpejt.
Kemi kthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt me ditaren e fundjavës. Institucioni Avokatit të Popullit i ka kërkuar zyrtarisht Bashkisë së Tiranës që të trajtohen me statusin si të pastre banorët shtëpitë të cilëve u dogjën pak ditë më parë nga flakët që përfshin një kompleks rezidencial në kryeqytet. Nuk janë pak, bëhet fjalë për 30 apartamente të djegura tërësisht. Këto familje janë sot faktikisht dhe praktikisht familje të pastreha në vizon institucioni Avokatit të Popullit, ndaj dhe sugjeron trajtimin e tyre me bonus qeraje nga bashkia. Mazhoranca reflektoi duke njoftuar marrjen e masave në këtë drejtim, por vetëm pasi kishim dëgjuar më parë zyrtar të pushtetit vendor të mjaftoheshin me faktin se këta banor po strehoheshin pranë familjarëve të tjerë. Për të kuptuar çfarë ndodhi në këtë kompleks, Avokati i Popullit ka ngritur një task force, pjesë e cilës është dhe ndihmës komisioneri Alketia Upi, të cilën e kemi të ftuar sot në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, ndoshta është pak herët për t'ju pyetur çfarë ndodhi, por mund ta nisim me pyetjen çfarë keni konstatuar deri tani ju. Së pari ju falenderojmë për ftesën dhe mundësinë që jepni institucionet e Avokatit të Popullit të shprehjet lidhur me këtë çështje. Do doja të bëj një parantezë të shkurtër fillestare. Institucioni i Avokatit të Popullit është një institucion i pavarur kushtetues dhe mandati i tij lidhet me promovimin, mbrojtjen dhe parandalimin e shkeljes së drejtave të njerëzit nga veprimet apo mosveprimet e parregullta dhe të palishme të organeve të administratës publike. Në këtë këndvështrim, duke pasur një qasje proaktive në rast konkret, pra çështja është marrë me iniciativë nga Avokati i Popullit. Institucioni i Avokatit të Popullit ka filluar shqyrtimin e kësaj çështje, ka ngritur një task force për një grup pune, i cili është dedikuar qëllimisht për verifikimin, pra kryerjen e një hetimi administrativ në lidhje me rastin konkret, por jo vetëm, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, po synohet që nëpërmjet hetimit të një rasti konkret, të kalohet një përgjithësim të gjithë çështjes që ka të bëjë me sigurinë e banesave dhe ndërtimin në Republikën e Shqipërisë, duke konsideruar këtë si një proces hetimor i cili do të shtrihet në kohë, besoj, dhe ky është edhe vizioni i Avokatit të Popullit, dhe që do të filloj dhe ta ezauroj këtë çështje shkallë. Cilat janë konstatimet e para? Konstatimet e para janë ato që më së shumti ne kemi vërejtur kryesisht nga media, konstatimi që kanë të bëjnë me çështje që lidhen me materialet e përdorura për ndërtimin në fjalë i cili sikur se rezultoi mori flak në një pjesë të mirë të tij, duke shkaktuar dhe dëme që në të vërtetë janë dëme serioze. Jo thjesht dëme materiale, duhet të ndalim këtë pjesë dhe ne do të flasim në vazhdim për këtë. Po kanë bënë edhe dëme që lidhen me çështje që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me drejtat e njerëzit, me banorët e këtij kompleksi dhe jo vetëm, por edhe me përdorësit e tjerë, të cilët kanë qenë prezent në këtë kompleks. Ka të bëjë me aspekte që lidhen me aspektin strukturor, ndërtimor të ndërtimit konkret për cilën po flasim. Pra, hapësirat e nevojshme që duhet të ketë rreth e qark objektit, çështjeve që lidhen me sigurinë dhe mënyrën se si kjo siguri duhet t'u jepet përdoruesve të kompleksit në fjalë. Çështje që lidhen me reagimin e institucioneve shtetërore në gjithë këtë ndodhje. Dhe pikërisht kjo do të jetë edhe një nga fokuset kryesore, po themi, në hetimin që do të kryejë Avokati i Popullit për shqyrtimin e kësaj problematike. Ju jeni një nga njerëzit që e njihni mjaft mirë institucionin e Avokatit të Popullit, nga informacionin që kam unë, ju punoni aty që nga dita e krijimit të këtij institucioni, apo jo? Po, kështu që eksperjenca me siguri nuk ju mungon. E them unë, nuk ka problem, nuk e thash për t'ju vënë në vështirësi, po e thash për t'i thënë teleshikuesve që e dini se për çfarë flisni. Domethënë, kemi një njerëz që njeh mjaft mirë institucionin dhe ligjin të cilit i referohet. Referuar në këtë sens se reagimi të fundit publik, mediatik nga institucioni i Avokatit të Popullit, vura re për shembull që ishte një pasazh ku fliste për cënimin e disa të drejtave të njerëzit dhe ju e përmendët dhe pak më parë. Cilat? Sepse me të drejtë shkon direkt mendja tek prona, u dëmtua prona, por ju thoni që janë cënuar të drejtat të tjera të njerëzit. Cilat janë? Shikoni, në pamje të parë, duket sikur kemi të bëjmë një çështje teknike. Pra duket sikur një godim banimi e cila për një shkak të thjesht ka marrë flak, pra i është cënuar pjesa konstruktive e saj, pra sa është cënuar, dhe përrjedhoi ka ndodhur ato dëme që kanë ndodhur. Në të vërtetë nuk është kaq e thjeshtë situata. Domethënë e gjithë kjo ndodhi e cila për vërtetës
ne dim që s'është e para të paktën në Tiranë, të paktën këto vite. Te njëjta godin kishte ndodhur edhe më herët. Të paktën këto vite të fundit, është raportuar nga media dhe jo vetëm që vitet e fundit ka ndodhur te njëjta godin, por jo vetëm tek e njëjta godin. Ne dim që ka edhe raste të tjera vitet e fundit që kanë ndodhur në Tiranë. Pra ideja është që ne në pamje të parë kemi të bëjmë me atë koncept që lidhet me sigurinë e banesës. Siguri kjo e cila duam apo s'duam ne na implikon edhe elementë tjerë që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë njerëzore. Dhe kur flasim për çështjen e sigurisë njerëzore, zgjerohet këndvështrimi i gjithë vlerësimit në lidhje me atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë nuk duhet të ndodhte. Siguria e cila në vetvete duhet ofrojë sigurinë të banesës të elementin konstruktiv, të materialeve të përdorura, të gjithë elementeve të tjerë që lidhen me konstruksion dhe mënyrën e konceptimit të objektit, me sigurinë e jetës që duhet të ketë përdoruesi i banesës, dhe jo vetëm, pra në rastin konkret kryesisht banorët, por nuk ishin vetëm banorët, se kishte përdorues të tjerë. Elementi që ka të bëjë me çështjen e shëndetit të mirë që duhet të kësojnë individët në një banesë të sigurt dhe të qëndrueshme, sepse kemi edhe elementin e sigurisë, jo thjesht të sigurisë banesës, po ekzistencës së një banese dhe ndërtimit të qëndrueshëm në koncept. Kemi të bëjmë me element që ka të bëjnë me të drejtën e pronës, e cila është një e drejtë shumë e rëndësishme në gjithë analizën që ne po zhvillojmë lidhje me këtë rast. Po mos harrojmë që duke kapur një këndvështrim të gjerë, implikimet me drejta të tjera të lishme të banorëve, po edhe të komunitetit të gjerë, janë shumë të thellë sa kaq. Pra kemi të bëjmë të drejtën për shembull në rastin e banorëve që kanë qenë në këtë apartament dhe që janë dëmtuar në banesat e tyre, për një jetë të qetë tyre në komunitetin ku ata jetojnë. Të drejtën për zhvilluar një jetë familjare pikërisht në këtë banesë. Pra, mund të ketë një sër të drejtash të cilat në këndvështrimin tuaj për shembull të cënuar në të drejtën e vet mund të jenë dhe banorët e thjesht banesat e cilëve nuk u dogjën, por ishin pjesë e një kompleks. Pa diskutim. Që mund të jenë dëmtuar në forma të tjera. Qëndrueshmëria e ndërtimit. Në këtë rast, në koncept lidhet me sigurinë e banesës. Siguria e banesës lidhet me heqjen nga diskutimi në rastin konkret të një shqetësimi të vazhdueshëm se do të ketë rrezik apo rrezik të shtuar kohë pas kohe që kjo banesë do të bëhet të cënueshme. Dhe një nga shkaqet që ne na doli dhe që ka bërë të cënueshme këtë banesë ka qenë zjarri i rënë. Po mund të ishte edhe një shkak tjetër. Pra dhe këndvështrimi i cili do të fokusoj gjithë veprimtarinë që do të kryejë avokati i popullit në këtë aspekt, lidhet me analizën e gjithë këtyre elementeve që ne sapo përmendëm. Okej, avokati i popullit nuk është si institucion prokuroria, kështu që në këtë sens është çfarë bën task forca? Evidenton e më pas cili është roli në këtë sens i avokatit të popullit? Çfarë pritet të ndodhë më pas? Pasi janë bërë konstatimet, le të themi. Kjo lidhet me ushtrimin e plot mandatit kushtetues që ka avokati. Pra, hetimi do të shtrihet në gjithë elementet që ne përmendëm pak më parë. Duhet përmend paraprakisht, hetimi do të merret së pari me ekzistencën e bazës ligjore, pra ajo çfarë është në fuqi sot që flasim, dhe që garanton gjithë procesin ndërtimor në Republikën e Shqipërisë. Pra, që nga elementet e lejimit të një ndërtimi, materialet e përdorshme të ndërtime, gjithë elementet e tjerë deri në fazën e kolaudimit të objektit, pra në fazën që një objekt bëhet i shfrytëzueshëm në kuptim të ligjit dhe në kuptim praktik të tij. Kush është analiza që do të përdoret? Po flasim për element paraprak, ndoshta tingëllojmë pak teorik, por është shumë të rëndësishëm për mënyrën se si do të zhvillohet gjithë e tjerë. Shteti në gjithë këtë hapësirë që ne, në gjithë këtë fushë ne po diskutojmë, ka tre funksione bazë rregullatore në kuptimin e përgjithshëm. Funksioni bazë ka të bëjë me funksionin normues. Do të thotë që shteti nxjerr ligje, nxjerr akte normative, rregullatore, të cilat e udhëzojnë zhvillimet territoriale të Republikës së Shqipërisë, e drejtojnë atë. Por kjo nuk përjashton edhe faktin që shteti ka ngritur ato struktura, ato organe të cilat publike, të cilat kanë kompetencën që të japin lejet, të japin pikërisht të nxjerrin ato akte të cilat lejojnë ndërtimet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Akti i parë është leja e zhvillimit të objektit, akti i dytë është leja e ndërtimit të objektit. Shteti në vijim ka një rol që nuk është më pak i rëndësishëm, është roli mbikëqyrës ose roli kontrollues.
Shteti ka të gjithë mekanizmat dhe instrumentat institucional të cilët garantojnë që edhe zbatimi i lejes së dhënë rastin Grotit do të jetë në konformitet me gjithë kushtet dhe kriteret me të cilat është miratuar kjo leje. Kemi një sër inspektoratet sot që flasim. Inspektoratet të cilat kanë natyrë ekzekutive, të cilat kanë mundësinë dhe kanë mjetet e tyre ligjore për të kontrolluar në çdo fazë ndërtimin, për të paraparë nëse është zbatuar konform rregullat dhe kritereve teknike ligjore apo jo. Dhe së fundmi, shteti ka edhe funksionin certifikues. Është shteti ai që mbasi përfundon objekti, i jep mundësinë që ky objekt të kalojë në fazën e kolaudimit. Pra, të dali një akt ekspertimi i tillë nga persona apo nga një subjekt i cili është certifikuar ligjërisht për këtë çështje dhe që bën të qartë që ky ndërtim është në përputhje me të gjithë normat, standardet, kriteret ligjore dhe në përputhje me projektin e miratuar sipas lejes përkatëse ndërtimit. Rrim pak këtu, në përputhje me normat. Ju jeni jurist në profesion? Patjetër. Okej. E mbaj mend, por nuk isha 100% i sigurt dhe për siguri ju pyeta. Ju e dini mjaft mirë që ka një koncept sipas të cilit nëse nuk është ndaluar, është e lejuar. Pra, nëse ne tek normat, se ju thatë me të drejtë sipas normave, e zëm se ky zyrtari që do bënte, do jepte këtë aprovimin e këtij kolaudimit të tjerë. Nëse norma, të cilit do të duhet t'i referohet dhe e cila të bazohej, nuk ka asgjë të shprehur që t'i japi atij të drejtën dhe fuqinë të thotë, jo, kjo është e rrezikshme. E kuptoj. A ka të drejtë ai ta bëjë këtë? Pra, më tepër se sa se në tilla raste do të gjithmonë gishtit e ndërtuesit, gishtit e zyrtarit bashkisë, gishtit e ky tjetri. Për tek kësaj, a mos ndoshta ne kemi problemin tek vakuumi ligjor që më pas i jep mundësinë atij që do të bëj hile në thonjza në kurrizë të qytetarit. Ju në fakt kaluat një koncept tjetër, që është koncepti i përgjegjësisë për rastin konkret. Jo më kot, unë theksoj që në fillim që hetimi që do të zhvillohet në gjithë këtë rast do të kapi disa komponentë. Dhe komponenti i parë ka të bëjë me përmbajtjen e normës. Pra përmbajtjen e legjislacionit rregullator, i cili rregullon tërësisht dhe specifikisht këtë fushë. Do të filluar që nga materialet e ndërtimit, kriteret teknike e tjera. Është një punë që do të bëhet nga avokati i popullit në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë të mirëfillt të fushës, të mirëkuptohen këtë çështje. Pra, avokati i popullit do ta ketë nevojshme dhe ka analizuar dhe vlerësuar si tillë paraprakisht të gjë, që do të kemi një bashkëpunim të ngushtë me ekspertë të fushës, të cilët flasin në mënyrë kompetente në aspektin e ndërtimit, të materialeve, të kushteve dhe kriteret e tjera. Më kaluat tek pyetjen e përgjegjësisë. Përgjegjësia në këtë kuptim mund të jetë një përgjegjësi penale e mundshme, por që duhet verifikuar dhe duhet konceptuar në të gjithë elementet që ka një përgjegjësi penale. Në qoftë se nuk ka një parashkim të mirëfillt ligjor për ndalimin e përdorimit të një material të caktuar, atëherë përgjegjësia fillon dhe shikohet në gjithë elementet e tjera përbërës për të arritur në konkluzion nga organi përkatës, që në rastin konkret është organi prokurorisë. Nëse kemi përgjegjësi individuale në rastin konkret apo jo. Në këtë sens, nëse evidentohet një vakuum ligjor, le ta konsiderojmë kështu, institucioni i avokatit popullit a ka të drejtën institucionale kushtetuese që ta propozojë ai vetë plotësimin e një vakuumi të tillë, pra a ka të drejtën ligjërisht të prezantojë një draft thjesht në publik apo ta çojë formalisht në kuvend për shembull? Patjetër. Domethënë ky ishte pjesa e vazhduese e pyetjes tuaj. Okej. Çështja qëndron që institucioni mbasi kryen hetimin e tij administrativ arrin në konkluzione dhe gjetje konkrete. Nëpërmjet konkluzioneve dhe gjetjeve konkrete, nëse do të shikohet dhe do të vlerësohet që baza ligjore në fuqi është e tillë e cila krijon kushte për bën premisa për shkeljen e drejtave të njeriut rasti konkret, pra nëse lejohen materiale ndërtime të cilat nuk duhet të jenë më në qarkullim në Republikën e Shqipërisë në kuadër të ndërtimeve përkatëse, sepse për hir të vërtetës gjatë këtyre ditëve kemi lexuar mjaft dhe kemi parë që paktën këto janë mendime paraprake të shprehur nga individ të cilët mendojnë që kanë dieni në fushën e ndërtimit, janë përdorur materiale kryesisht për fasadat e ndërtimit, të cilët thuhet që ka disa vite që janë nxjerrë nga qarkullimi në Bashkimin Evropian. Pra të cilët sot tashmë konsiderohen jashtë standardit të ndërtimit, sepse përbëjnë rrezik ose Bashkimi, po atje po kërkojmë të shkojmë apo? Po, këtu se ne, nëse nuk e kemi një normë që ta ndalon, ne jemi në proces integrimi.
Okej. Do të thotë vendi ynë ka disa vite dhe tashmë fazat e integrimit kanë arritur në një fazë shumë aktive. Dhe gjë e parë që ne duhet të fillojmë të mendojmë të bëjmë është që minimalisht legjislacioni ynë duhet të ketë një parafrim të menjëhershëm me standardet e legjislacionit evropian. Kjo nuk është kërkesë e sotme. Është kërkesë e kahershme. E para mbi 15 viteve, të paktën në gjithë procesin e negociatave që ka shteti shqiptar me Bashkimin Evropian. Kështu që edhe qasja në këtë drejtim nuk është as pak një qasje e exagjeruar. Mos ta konsiderojmë kështu. Është një qasje e nevojshme, është një qasje e domosdoshme. Dhe për më tepër, nëse ne do të bëjmë këtë gjë, nëse na rezulton gjithmonë ky boshllëk, ky gap i legjislacionit tonë, po realizojmë një nga elementët thelbësor të punës të institucionit të avokatit popullit. Avokati i popullit parandalon shkeljen e drejtave të njerëzit. Ky në vetvete, në rast se do të ekzistojë mundësia që legjislacioni është i mangët, do të jap mundësinë avokatit të popullit që nëpërmjet mjeteve të tij ligjore, rekomandime, raporti veçantë apo çfarë do lloj forme tjetër të lejueshme nga ligji organik për avokatin e popullit, t'i drejtohet institucioneve kompetente përgjegjëse, pa përjashtuar këtu kuvendin e Shqipërisë, me qëllim që baza ligjore në moment sa më parë të mundshëm të plotësohet apo të ndryshohet në përputhje me këto standarde me të cilat ne po flasim. Di pse u bëra të pyetjem për vakumin ligjor, jo për të bërë avokatin e djallit në këtë sens, por ne për shembull sa herë që flasim për ndodh diçka dhe sa herë që flasim për sigurinë e banesave, shkon gjithmonë fjala tek këto të famshmet eurokodet, që nga tërmetet e disa vite më parë, her pas here, rikthehen në diskursin publik këto eurokodet, që nga sa kuptoj unë vazhdojmë të kemi pavarësisht atyre tërmeteve, jo detyrim, jo të adoptuar edhe ne, po i kemi lënë në dëshirën dhe vullnetin e ndërtuesit. Kush dëshiron të bëjë një objekt, le të themi, sipas normave ndërkombëtare, vendos ti ndjek 100%. Dikush tjetër thot, unë po i ndjek në aspektin këto eurokodet e strukturës dhe të themeleve, se janë më të rëndësishme, por po e mbyll një sy tek pjesa e fasadës. Pra, nëse ja kemi lënë në vullnet ndërtuesit, automatikisht kemi lënë dhe hapësirën për abuzim. Ndaj pyeta. Gjë që do të thotë se duhet ta shikojmë me sy tjetër këtë çështje. Pra, ne prap kaluam në një diskutim teknik. Gjë që nuk duhet të jetë kështu. Diskutimi teknik është fillesa e gjithë kësaj çështje. Mos harrojmë që kemi të bëjmë në fund të fundit me diskutimin për drejtat e njerëzit. Pra, kur flasim për sigurinë e banesës, kur flasim për qëndrueshmërinë e ndërtimit, ne kemi folur për sigurinë njerëzore. Kemi folur për drejtat e njerëzit. Ky duhet të jetë thelbi të gjithë diskutimeve që ne bëjmë. Kjo është dhe qasja që institucioni avokatit popullit ka ndërmarrë që në momentin e parë do të vazhdojë ta shikojë si të tillë deri në përfundim të procesit për shqyrtimin dhe hetimin e kësaj çështje, i cili për hir vërtetës është menduar që nuk do jetë një proces i shkurtër, do jetë një proces i shtrirë në faza dhe në kohë dhe do të fillojë kryesisht me objektet e banimit në qytetin e Tiranës, si bashkia më e madhe ku ka një intensitet më të lartë ndërtimesh, por nuk do të dalet këtu. Pra do të konsiderohet hap pas hapi dhe fazë pas faze, edhe konsiderimi i sigurisë banesave me përdorim publik, apo të ndërtimeve të cilat janë qëllimuar për shërbime publike të sensit shkolla, shtëpi fëmijë, azile pleq, vendet e kryes të dënimit për individët që janë dënuar me vendim penal, formës për etj. Nga sa kuptoj, po përgatitet avokati i popullit të kaloj në sit, në thonjë, apo e them kështu, ndërtesat duke nisur nga ato komplekset rezidenciale në kryeqytet, për më pas dhe në rrethet e tjera të vendit, duke përfshirë vetëm godinat e banimit, por më pas dhe institucionet. Është për të vlerësuar, si fazë e parë është menduar edhe në diskutimet me zotin Shabani, që është avokati i popullit, që së pari do të fillojmë me fazën e parë, e cili ka të bëjë me analizën e legjislacionit aktual në fuqi. Për të gjithë ato elementë që ne biseduam deri. Dhe që është një fazë akute e trajtimit të çështjes. Dhe më pas do të kalohet faza për objektet fillimisht në Tiranë, së paku ato që janë ndërtuar 10 vjeçare në fundit. Sepse shikojmë që edhe elementet e ndërtimit që futen tek ndërtimet e reja kanë të bëjnë kryesisht me elementet e fasadave, të cilat janë dhe elementet të cilat ne po i shikojmë që ka një problematik në kuptimin e sigurisë që ata ofrojnë për
qëndrueshmërinë e ndërtimeve ku ato ekzistojnë. Avokati i popullit doli publikisht me thirrje ndërtuar autoriteteve vendore që personat e prekur nga zjarri në rastin konkret, le themi tek Arlis, të trajtohen me bonusin e qeras. Për çështja që kam është pse duhet pritej thirrja nga avokati i popullit. Edhe këtu kemi ne vakum ligjor, nuk ka sepse dëgjuam zyrtar të pushtetit vendor ndaj po bëj pyetjen, që kur u pyetën në këtë drejtim thanë, po s'është problem sepse po strehohen tek familjarët. Domethënë, si është e mundur që ekziston e para si koncept ky shtetit që pa e kërkuar askush si rregull, mendon njeriu që shteti thotë, a kam dikë këtu që ka nevojë për ndihmën time, ka dikë. Domethënë, do kishte qenë më normale, mendoj unë, nëse do na kishin thënë zyrtarët që i pyetëm dhe nuk kishin nevojë për ndihmë. Unë po e bëj një përqasje ndryshe. Avokati i popullit nuk priti të shkonin ankesat në zyrë. Të fillojmë me iniciativë të çështje. Pra ka proaktivitet në trajtimin e kësaj çështje. Një qasje proaktive do duhet të ekzistonte në gjithë institucionet shtetërore, të cilët janë përgjegjëse për trajtimin e kësaj çështje, jo thjesht në përgjegjëse në kuptimin e shkaqeve që quhen, por në trajtimin e pasojave që solli djegëve e pallatit në kompleksin Arlis. Gjë që do të thotë, Bashkia e Tiranës i ka të gjithë mjetet e nevojshme ligjore, ka të gjithë strukturat administrative, apo institucionet tjera të përgjegjëse shtetërore, të cilët të marrin dhe të analizojnë këtë situatë dhe në fundit, në kuptimin afatshkurtër të trajtimit të çështjes, të trajtojnë çështjen e strehimit të mbi 30 familjeve, siç është thënë të paktën në media. Pra kjo është një çështje nga më emergjente për zgjidhjen apo për rregullimin sado qoftë të atyre pasojave që kanë ardhur nga ngjarja dhe nga ndodhia. Pra le ta fillojmë që këtu zgjidhjen e çështjes. Kjo është gjëja më emergjente për momentin. Dhe pastaj të kalojmë faza në një konceptim më të përgjithshëm, i cili jo vetëm do të zgjidhë çështjen konkret për cilën ne flasim, por do të ketë një qasje që është sigurimi një mbrojtje të vazhduar në të gjithë aspektin e fushës ndërtimore e Republikës së Shqipërisë. Ka dhe një aspekt tjetër të cilin doja ta preknim para se ta mbyllim bisedën tonë, që lidhet me zjarfikset. Në aspektin human dhe njerëzor, puna e tyre ka qenë absolutisht për të vlerësuar, gëzon respektin, ka përshtypjen e gjithë shoqërisë, janë ndër njerëzit që vendosin jetën e vet në rrezik për të na shpëtuar neve. Por nuk e di në aspektin teknik dhe nuk e di nëse task forca në këtë sens do të shtri punën e saj dhe tek shërbimi i zjarfikses. Sepse për shembull dëgjuam për shkallë që mund të arrisin, ndërkohë që në Tiranë flasim për ndërtesa me 50 kate, dëgjuam për shkallë të zjarfikseve që arrin deri diku nga kati 5 apo i 7. Dëgjuam për mungesën e këtyre hidrantëve që duhet të rrethojnë në godinat, për rrugët e nevojshme që të kalojë zjarfiksja brenda mes komplekseve të ndryshme që në labirint. Nuk e di nëse ju nga ky konstatimi paraprak keni vërejtur se ka nevojë që puna juaj të shtrihet edhe në këtë drejtim? Ka nevojë të shtrihet dhe kjo punë do të shtrihet edhe në këtë drejtim. Pra, përveç elementeve që kanë të bëjnë me fasadën, me materialet e ndërtimit, kuptohet që hetimi do të shtrihet edhe në kuadër të standardeve që përdoren sot në fushën e ndërtimit, sa i takon elementeve të cilët mund të quhen aksesor të ndërtimit, por që kanë një rëndësi shumë të madhe në sigurinë dhe qëndrueshmërinë e ndërtimit dhe të banesës. Hidrantët, pra elementi i sinjalizimit në momentin që bie flaka apo zjarr në një godinë e banuar nga një komunitet caktuar. Daljet e emergjencës, pra sigurimi i daljeve të emergjencës, të cilat për hir të vërtetës vëmë re që nuk ekzistojnë sot. As në godinat e vjetra, jo, pas në godinat e reja të cilat janë ndërtuar këto vite e fundit në territorin e vendit tonë. Do të shtrihet edhe me elementë tjerë që kanë bën me punën e atyre organeve apo atyre strukturave shtetërore përgjegjëse në rastin e përgjigjës për eliminimin e pasojave të emergjentave civile, sikurse ishte në rastin konkret. Pra, nëse realisht do të kemi të bëjmë me mungesë të mjeteve teknike të organit zjarfikses në rastin konkret, i cili ishte organi që punësit cilë duhen përgëzuar realisht. Kanë bërë një punë heroike. Edhe ishte mes personave duke rrezikuar jetën e tyre. Realisht duke rrezikuar. Përfunduan dhe ata vetë në spital, patë nevojë për ndihmën. Po sepse ne pam bashkërisht që shkallët arrin deri në farë lartësie, ndërkohë që lartësia e godinës ishte shumë e lartë se sa shkalla.
Pra rreziku nuk ekzistonte deri në atë nivel, ekzistonte shumë më lart se sa aq. E dyta pam që nuk kishin mjete mbrojtëse edhe ata vet. Edhe ata vet. Pra ata ishin të zbuluar në kuptimin e pasjes kontakt me element kimik që çlirohen në momentin e zjarrit. Element tjerë që kishin bënë me sigurinë e tyre personale, apo element tjerë që kanë bënë me përdorimin e likuideve apo mjeteve të cilat janë të nevojshme për fikjen e zjarreve në këtë lloj situatash etj. E kuptoj. Alketi Jaupi, ndihmës komisioner pranë avokatit të popullit, nuk më mbetet vetë se t'ju falenderoj për kohën që na dedikuat, sepse ju shkëputëm nga familja në një ditë fundjavë dhe për gjithë bisedën tuaj mjaft interesante. Vlerësoj shumë këtë nismë proaktive që ju me të drejtë nënvizuat avokatit të popullit për të mos pritur, por që të thirret, të kërkohet ndërhyrja e institucionit, por të veprojë vetë pa pritur në këtë sens. Shumë faleminderit edhe një herë tjetër. Faleminderit juve. Ne do të përfundojmë këtu këtë pjesë të parë të Ditarit të fundjavës, pas pak është edicioni i lajmeve, më pas edicioni Ditari i fundjavës kthehet për pjesën e dytë në orën 14. Faleminderit që na ndoqët.